E bën edhe e bën si drejtë e bën. Ta e kriminella, po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? Okej, pra. Tema si që u postula më përpara ishte ajo harta e paraqitur nga Albanian Stat, përsa I përket pyetjes, po lexoj një herë në anglisht dhe pastaj e trajtojmë. Percentage of people who strongly agree with the following statement. One of the main goals in life has been to make my parents proud. And the highest is Albania with 72.3%. Atëherë, përqindja e njerëzve që bien dakord me thënien, një nga qëllimet e mia kryesore në jetë është të bëj prindrit e mi krenar. Edhe në Shqipëria jonë e dashur mban vendin e parë me 72.3%. E unë prisja të ishte e lartë, po me thënë drejt nuk e prisja pa shumë të lartë. E unë ta filloj me një eksperiencë vetjake, domethënë që për mua kjo është 100% e saktë, sepse për mua është një qëllim që t'i bëj prindit e mi krenar, po për një 3-4 vite më përpara e kam menduar si gjë negative që pse ndjej këtë gjë, ose është presion I madh, është vështirësi ose ngarkesë e tepërme. Kurse tani e kam më të thjeshtë, domethënë tani që edhe kanë arritur disa gjëra në jetën time që kanë ecur gjërat përpara, si me shkollën, si në profesione, të gjitha domethënë tani është diçka që në fakt edhe më bën të ndihem mirë. Ti si e mendon domethënë që pastaj ta diskutojmë. Si ke eksperiencat e tua? Okej, mendoj se ndër një farë pike, domethënë edhe këtu flas për eksperiencën time, po edhe dy personave të afërt, domethënë shoqëninë që kam pas kështu, ka qenë kjo dilema, domethënë, sidomos kur bëj fjala me zgjedh shkollimin e lart, a zgjella që du apo që du mprind, apo që është që mund të jetë më kështu më me përfitim në të ardhmen. Domethënë, derisa kam marrë këtu kam menduar që janë dilema normale për njerëzit, po edhe unë mu habiti pak kjo statistika sepse prisja që përgjithsisht Europa lindore t'ishte pak a shumë aty me ne, po shoh që vetëm Turqia, domethënë, edhe çfarë është kjo Bosnia mund të krahasohet me ne. Këto tjerë, 30% Rusia, 28% Ukraina, nuk e dia, domethënë që janë kaq pavarur me ndresht të rinjt slav nga prindrit. Po e kam pas edhe unë këtë, domethënë, thjesht kam pas edhe problemin me autoritetin. Kështu që ideja për zgjedhjen e karrierës ka qenë që nuk do bëja që du prindrit, do bëja që du vet, po ka qëllu që ishte e njëjta gjë, domethënë. Kështu rastisht. Edhe sepse unë zgjolla mjekësinë, edhe ishte besoj shumica prindër shqiptarë kanë kështu si ambicie për fëmijët e vet që shkojnë o për mjekësi o për inxhinieri, se konsiderohen si këto fakultetet më kështu më prestigjioze, më lucrative, se nuk po vjen tash fjala shit. Kështu që, domethënë, kjo dilema ishte e zgjidhur për mua. Kurse kjo pjesa që t'i bëj krenar prindët e mi, domethënë, ka ndiku, është një lloj presioni psikologjik që ta vë familja, po ja vë edhe ti vetes, domethënë, nuk e di si nihesh ti te kjo pjesa, po kjo ndjesia që po zhgënjej prind nëse nuk të bëj diçka një farë mënyre, domethënë, më ka kushtzu disi, domethënë, kur kam ardhur këtu. E kuptoj. Okej, ndaj një pjesë tjetër domethënë që luan rolin më të madh. Është prindrit e mi, domethënë, pavarësisht se babi ka qenë mjesht të ndërtimi kur ishte akoma jaftë të punonte. Dhe mama ime ka qenë punëtore në fason e ri dhe është akoma sot të kësaj dite, dhe normalisht ne I dim se çfarë rrogash janë, edhe se sa mund të punoj individi për të financuar
sado qoftë fillimin, po edhe atë se fillimi është më i vështirë në fakt edhe kushton më shumë nga të gjitha të një shkolle jashtë shtetit. Dhe pavarësisht se ka pasur dyshimet e mia, domethënë për pjesën a është presion ose është presion. Presionin në fakt e kam pasur jo shumë të theksuar, të them të drejtën, mbase një vëlla e ka pasur më pak më shumë të theksuar, po unë në fakt kam të njëjtin fat që ke ti, që inxhinierinë në drejtimit që unë e kam zgjedhur, kam qenë apasionuar që i vogël. Babai im e ka nisur shkollën e inxhinierisë në ndërtimit në kohën e komunizmit, po për shkak se nuk kishte mjaftueshëm të ardhurat familja në kohën e komunizmit, e ka ndërprerë dhe ka në atë shkollën profesionale, domethënë që të bën teknik ndërtimi, dhe ka punuar në atë kohë me shtetin në këto brigadat e ndërtimit që ata kishin. Pra ishte nga ana e tij një zgjedhje pragmatike, domethënë, edhe për një kohë gjatë të pjesës së adoleshencës vonë, domethënë që i bie nga 17 deri në 19-20 vjeç, po e shifja nga ai syri rebel dhe kritik që mos ma kanë implementuar këtë gjë, sepse e kanë mbase e ka një ëndër ai që se e ka realizuar vetë dhe do që ta realizoja unë. Por kur kam konkuruar pasaj për shkollat këtu në Gjermani, në 4-5 qytete të ndryshme, nuk e mbaj mend fiks tash se sa kanë qenë. Kam aplikuar dhe për këto lëndët e tjera që janë mekanike, inxhinieri gjithsesi, por që nuk kishin lidhje me atë që kishte nisur i mat ose në të njëjtën industri që fillonte, dhe pasi bëra ato kurset e hyrjes, domethënë e pash që nuk isha fare i tërhequr. Edhe një histori të bukur, unë mbaj mend që një nga personat që babai me ka pasur shok shkolle, që i kishte mundësit atëherë dhe vazhdoi shkollën dhe u shkëput si inxhinier dhe normalisht e eci në jetë. Ka ardhur për ditëlindjen time diku kur kam qenë 6 vjeç, kur kam mbush 6 vjeç, domethënë ka vizituar edhe më ka pyetur domethënë se çfarë dua të bëjmë, edhe pavarësisht se shumë personave që unë ja tregoj këtë, përgjigjja ime ka qenë që unë dua të studoj inxhinieri ndërtimi në Berlin, edhe shumë persona e shohin këtë pjesë të pabesueshme, sepse është koincidenca e madhe, po që ajo është e vërteta, edhe deri në moshën 6 vjeçare, domethënë nuk kishte folur asnjëherë babai im, ne të gjithë si fëmijë kemi pasur ato ëndra që do të bëjmë polic në fillim kur ishim në kopës të gjitha. Edhe dua të them me gjithë backgroundin, domethënë që e mendoja shumë, mos ishte presion dhe mos ishte mbjellje e idealit, domethënë, por në fakt ka qenë zgjedhje e rëndësishme e imja. Fakti që unë e kam një nga qëllime, madje në top 3-shin që t'i bëj krenar ata, është arsyeja parësore që ata kanë dhënë thjesht çdo cent të fundit që kishin që unë të krijoja një jetë sa do të mirë këtu në Gjermani dhe të studioja për aq kohë sa ata mundin të financonin pa asnjë lloj pengese. Edhe kjo nuk është gjithmonë e garantuar, nuk s'ka lidhje as me Shqipërinë, po kudo nuk është e garantuar që prindi të japi të gjitha ato kursimet e jetës vet, pa menduar për veten e tyre për nesër, që ti të bësh diçka me jetën tënde, kështu që kjo, domethënë, disa persona mund ta shohin si presion, por unë e mendoj se është diçka, domethënë, goxha selfless, nuk më vjen as mua në shqip fix, domethënë nga ana e tyre, dhe unë ndjej një lloj dëshire kohët e fundit më shumë se sa detyrim, siç ishte më përpara, që ata të ndihen krenar, domethënë që vërtet ata kanë një lloj gambling, domethënë ata vun një bast me veten e tyre që okay, ne do ja përkushtojmë të gjitha këtij edhe shpresojmë që t'ja dali, kështu që mendoj se është diçka vërtet shumë e bukur, nëse unë do arri, domethënë ti kap ato pritshmëritë atyre sa do pa. Nuk e di nëse më kuptonte këtë pjesë.
Jo, të kuptoj shumë mirë, domethënë se kam pas një eksperiencë ngjashme normalisht sepse duhej goxha kapital që me fillu me studiu një shtet huj pavarësisht se Italia nuk ka një standard jetese shumë super të lartë, po në krahasim me Shkodrën, okay, ishte goxha më i lartë dhe kanë sakrifikuar edhe prindët e mi. Po më kujtove diçka tjetër, domethënë kur më the që ke bë konkurse në disa qytete, domethënë thashë kam pas të problemi me maturitetin edhe kur erdha këtu kam bërë testin e hyrjes për mjekësi. Po që desha, domethënë nuk desha me lan me aq, sepse edhe unë kisha këtë dyshimin brenda vetes, ishte po më shtyn apo e du realisht domethënë këtë fakultet edhe kam bërë edhe testin e hyrjes në inxhinieri. I kalova të dy, edhe po thjesht nuk arrija ta shifja veten si inxhiniera, domethënë edhe kjo pjesa e studimit nuk thjesht ideja, domethënë që unë të rrit 3 vite ose 5 vite aty të zgjidh ekuacione kështu nuk bënte për mua, domethënë. Edhe e ndava mendje, domethënë që thjesht ka qollu koincidoi dëshira e prindërve me dëshirën time, edhe nuk ja vlente domethënë bëja një akt rebel, të shkoja për inxhinieri kot thjesht sa për mos me ndjeka që donin prindrit. Po, unë fatmirësisht kam pasur edhe vllai mbështetje shumë të madhe në ato kohë që unë nuk hapa disa qytete të ndryshme edhe disa deg të ndryshme, domethënë prindrit e mi domethënë atë mënyrën e tyre e kishin diskutuar edhe me vllain tim, pavarësisht se përveç në fakt që jo me mua se kryesisht nuk donin të më bënin edhe të pasigurt ose kështu. Edhe mbasi unë e zgjodha domethënë vetë se çfarë do të bëja, domethënë një vëlla ma shpjegoi edhe si bisedë, domethënë që edhe i mate kishte pyetur që shif mos e ka nga ne, domethënë që duhet zgjidhja atë që do ai, mos të detyrohet nga ne nëse i pëlqen ndonjë gjë tjetër, sepse unë kisha thënë që shif kam konkuruar për inxhinieri to transporti, domethënë për trena edhe rrugë të tjera dhe për inxhinieri mekanike. Edhe unë pasi i pash ato domethënë prap vetë vendosa që unë nuk e shoh veten atje, unë i kam qef, mund t'i bëj në kohën e lirë domethënë të lexoj edhe të mësoj rreth tyre, po nuk e shifja domethënë në të njëjtën mënyrë siç nuk e shifja ti te inxhinieria veten time të bëja atë dhe jo më saktë se 3 vite, 5 vite për ekuacionet, po nuk e shifja si punë më vonë. Si diçka që do më jepte një të ardhme, sepse normalisht ato lloj inxhinierish kanë dhe një negativitet tjetër, domethënë që edhe inxhinieria ndërtimit e ka, po ato e kanë më të theksuara që nuk e ke vendin e punës stabil në kuptimin jo se s'ke punë, por që duhet të udhëtosh shumë edhe të jesh në pjesë të ndryshme dhe normalisht unë kam prirje të jem rob familjar, duhet të jem afër familjes që do krijoj domethënë dhe nuk më përshtatet me tipin. Po ti përmbajmi pjesës pak tani për këtë ndryshimin që kemi me Ballkanin. Me këto studentët Erasmus dhe me studentët tjerë si puna ime, po që janë nga Bullgaria, po nga Kroacia, po nga Greqia, unë nuk e shoh shumë këtë lidhjen me atë pavarësinë, domethënë, që janë të pavarur nga prindrit. Nga njëra anë e shoh si një lloj mungesë lidhje, domethënë, edhe nga mënyra se si ata flasin rreth prindërve, se ne në Shqipëri siç e përmendët ti saktë më përpara, domethënë i njëjta gjë vlen edhe për mua që ne kemi një lloj ne nuk kemi anarki në shtëpi. Ta themi thjesht, domethënë ne kemi një hierarki, kemi dhe autoritet dhe familjet që funksionale, domethënë nuk po flasim për familje që nuk funksionojnë, por familjet funksionale shqiptare, ma mendja se një pjesë të madhe e respektojnë autoritetin e prindrit, e babait, të nënës, ata që kanë dhe gjyshër në shtëpi dhe të gjyshërve e të tjerë. Edhe normalisht pavarësisht se ndonjëherë këto duken si në shkolla ushtrie, që është rregullore kështu, po dashuri është dhe ajo thjesht është në mënyrë pak më të rregullt dhe jo kaotike ose jo ky stili i perëndimor, domethënë që unë të dua ty çfarë do lloj gjëje që të ndodhi etj. Ne e kemi këtë hard love një çik më shumë se sa të tjerë mama dhe mua. Nuk e di, jam i saktë kjo. Jam dakord te kjo pjesa e hard love. Edhe si metodë komunikimi, se e kena diskutuar edhe te podcasti i kaluar ku isha unë, do thonë ne si shqiptar kemi komunikimin pak më agresiv dhe besoj kjo zgjatet edhe te pjesa
kur vjen puna me tregu dashnin, domethënë jena pak më agresiv te kjo pjesa. Po unë desha të diskutoj diçka tjetër, domethënë se ne dy, kemi pas fat që deg fakultetet që kemi zgjedhur, domethënë ishin një lloj me ato që kanë pas aspirata prind, po a mendon domethënë që mund të jetë tepër presion psikologjik kjo puna, edhe, jo vetëm te fakulteti, po ideja që ti duhet domethënë të bësh diçka të caktuar, të ndjekësh një itinerar të caktuar, thjesht për mi ba qefin prindve, domethënë se është presion kulturor, është presion vetjak kështu, a mendon se mund të jetë kështu presion psikologjik për rinin, domethënë? Mund të krijoj pak narsim familje. Krijon. Edhe një anekdot tjetër nga jeta ime do t'rregoj që ta lidh pak me këtë që pse ndodh edhe si krijohen pasigurit. Nga pas komunizmit, domethënë si kur janë rimar prona, domethënë nga fshati të cilën babi im ka origjinë, domethënë ne kemi akoma sot tek kësaj dite kështu parcela me qershia dhe ullin. Edhe kur ishim të vegjël ne normalisht prindit e mi, domethënë me atë brutalitetin e tyre që punonin, domethënë sikur do jetonin gjithmonë, edhe në ditë shtunë të diel vinim që kujdeseshin për to, domethënë, dhe ato njerëzit e babit që ishin akoma atje kishin gjithmonë një shprehje që ma thoshin kur isha i vogël që mëso Bleon, thoshe se nuk hahet kazma ose kasma, si ja thoni ju. Edhe që do të thotë që thjesht mëso, bëu diçka, sepse kjo puna që ne po bëjmë këtu, kjo lloj bujqësie nuk ka të ardhme dhe thjesht të merr shpirtin, që është e vërtet në fakt, sepse sidomos në Shqipëri ku nuk funksionon asnjë gjë, domethënë dhe do presesh nga viti në vit thjesht për bukën e gojës. Dhe normalisht ky presioni që prindrit tanë ushtrojnë është për të vetmin fakt, dhe kjo vjen me shumë pjesë të varfra të kontinentit. Prandaj është Turqia dhe Gjeorgjia në hartë, domethënë, se janë këto vendet e tjera arabe për shembull, po edhe ato do të kishin një përqindje jashtëzakonisht shumë të lartë në Çifutët, ose hebrejt më saktë, Çifutët duket se nuk është fjala e duhur, por tek hebrejt është shumë e theksuar presioni që ushtrohet fëmijëve për të arritur mbylljen e një lloji fakulteti që do të sigurojë ty, domethënë edhe nëse nuk ke në një standard të lartë të punës tënde, do të sigurojë gjithsesi një të ardhme të mirë. Si të themi të drejtën, shumica e inxhinierëve domethënë janë mesatar për mos thënë poshtë mesatarësh, sepse ashtu është ajo lloj dege dhe atë lloj produkti nxjerr, ndryshe nga mjekësia. Po mjekësia konkurenca është tjetër gjë, sepse është me lidhje direkte me jetën, domethënë. Jo se ne se kemi lidhjen, po nuk krahasohet asnjëherë me mjekësinë. Dhe normalisht kur ata kanë vuajtur ai shumë vetë, domethënë me ato punët se nuk kanë e para fare gjatë komunizmit, ata nuk kanë pasur drejt të zgjedhin se çfarë do studiojnë. Domethënë ato shumica të caktoheshin. Edhe nga që kanë humbur ëndrat e tyre, domethënë edhe normalisht i projektojnë. Tani kjo unë kam në rrethin tim shoqëror një person që ka studiuar diçka që nuk e donte, thjesht e mori sepse ishte një inxhinieri, po që u bë shumë i suksesshëm, domethënë, dhe ju e krijoi dhe ju rrit ajo dashuria për ato gjë që bën, edhe pse nuk ishte zgjedhja e tij. Po prapë këto janë raste të rralla. Un kam me të dëgjuar, vetë personalisht nuk njoh, po me të dëgjuar ka shumë raste që kanë studiuar gjëra që i kanë detyruar prindërit, domethënë të studiojnë ato dhe nuk i vjen fare as të punojnë as të merren me ato sepse nuk kanë asnjë lloj interesi. Edhe normalisht këtu hym tek pjesa e errët që në atë farfeje, ai presion në atë lloj grade, në atë grad aq të madhe, unë mendoj se aty arrin të konsiderohet i dëmshëm, sepse nuk ka kuptim në qoftë se mund të nxjerrësh një mjek që nuk e bën atë punën me dashuri dhe që të japi maksimumin e tij. Se të themi të drejtën, nëse nuk e ke qef atë që bën, nuk ma hamë nëse do e bësh një herë aq mirë se sa mund ta bëje nëse do ta doje. Kështu që i djeg potencialin, domethënë. Unë nuk jam as me pjesën që nëse fëmia do të bëhet kështu break dancer, domethënë duhet të vesh na mbrapa, që janë këto në perëndim, që vjen nga 30 vjeç edhe akoma nuk e kanë jetën vi, se e kanë provuar gjëra. Po. Po mbaroj. Jo, në kuptimin që edhe siç e kanë perëndim që ka një adoleshencë të strigjatur, domethënë, sepse nuk ka binar fare,
Edhe kemi këtë tonën pasaj që është o kështu o s'ka. Është për mua janë të dyja keq, po nëse do zgjidhja mes të keqes më të vogël, unë prap do zgjidhja tonën. Se të paktën këto të japin një farë lloj drejtimi, domethënë se sa të ndjekësh hobi të pabazuar, domethënë. Kaq i herë. Jam shumë dakord te pjesa e ekonomisë, e desha më përmend edhe unë si pikë, domethënë se domethënë po shikoj këto shtetet edhe jam kryesisht shtetet varfra, Bosnia, Maqedonia, po domethënë kjo insistimi i prindve që me ndjek deksi, mjekësia, inxhinieria apo edhe jurisprudenca, gjendet shumë edhe te emigrantët e brezit parë, domethënë në perëndim, sepse janë punë përfituese, domethënë edhe që të lejojnë me ndryshu atë stilin e jetesës mbrenda një brezi. Edhe prindi mendon domethënë normalisht, solla deri këtu sakrifica, emigrimi ja vlen domethënë që me të shty drejt këtyn e degëve. Kurse kjo pjesa e kazmës më duket, domethënë me sa kam pa unë te vllajt e kushrin kështu është një lloj presioni po që i bëhet djemve, se nuk di në vajzë domethënë që t'ja ofrojnë si opsion, domethënë që po nuk shkove në shkollë do përfundosh me kazëm. Nuk e kam një gju. Maksimumi thonë do përfundosh rroba qepse. Këtë e di. Po nuk po, domethënë unë po flisja më tepër për presion që mund të krijojë ankth te personi, diçka më kështu më soft, jo presion direkt që ta bën familja, domethënë kështu që do përfundosh punëtor te komunalja. Po jam dakord, domethënë se e preke, avash dole edhe ta ajo pjesa që nëse nuk e do punën që bën, nuk do e bësh mirë, dhe jam shumë dakord, sidomos te pjesa mjekëve, se ka shumë specializime, domethënë se mund të bësh dermatolog edhe nuk është se është aq delikate puna jote, s'është se duhet ndaj dashni super e madhe, po nëse do më u fut ku po diun, kirurgjist, tash kardiologjist, shu po duhet pasioni, edhe këtu në Itali që e thon la vocazione, është e nevojshme kjo domethënë. Edhe nuk e di sa mund të funksionojë te kjo pjesa që ta shtysh një person të studiojë mjeksi, edhe sepse janë minimalisht 6 vite, pastaj specializimi kështu, po nuk e patë vullnetin. Po nuk e patë një shtys brendshme, kështu nuk besoj që ja del, domethënë. Mund të ketë persona që nën presion edhe ja dalin, po nuk arrit ta perceptoj personalisht. Unë e bindur me faktin, domethënë që nëse nuk e do diçka, domethënë unë tani nuk po them që duhet të zgjedhësh gjithmonë një punë që do të jesh e pasionuar. Për shembull, në atë rast në kazmës, po aty ke drejtë, domethënë që është person që i bëj vetëm me shkëvë, sidomos ne që ne vim nga rrethet, domethënë dhe jo nga Tirana, që edhe kemi një çik të lidhur jetën me ato lloj cepash, domethënë. Por ideja është se nëse fëmia im për shembull nesër pas nesër, po marr një rast absurd, është i apasionuar që e do shumë të bëj bujk, edhe të punoj me kazën, domethënë normalisht që unë nuk e pranoj, domethënë, sepse po flas nëse do jetoja në Shqipëri, sepse vërtet nuk ka të ardhme. Domethënë ajo është një rregull shumë i thjeshtë. Po gjithsesi këto i rregullon edhe natyra vetë, se vërtet nuk ka meshkuj që thuaj unë dua të bëj këtë gjithë jetën time. Domethënë normalisht gjithë secili do të ketë atë vendin e vet në botë që të normalisht arritë diçka, një standard jetese. Ajo pjesa e emigrantëve diskutohet edhe në podcastet të huaj, domethënë se më pak nga ato që dëgjoj unë që njerëzit më produktiv zakonisht në shoqëritë perëndimore janë fëmijët e emigrantëve. Sepse e para fare janë rritur në ato lloj shoqërie, që kanë plusin shumë të madh ndryshe nga prindërit e tyre që nuk janë rritur aty. Por nga ana tjetër kanë dhe presionin që i vën prindrit, që ata të tjerët nuk e kanë, dhe janë domethënë me të mirë apo me të keq, arrin të kapin një farë niveli, domethënë që i kalon të gjitha të tjerë në përgjithësi. Po janë ca anekdota për shembull si nëpër filma, si në seriale që ku dëgjon ishte dikush do të bëj parukier, po prindrit i thanë duhet të bësh dëgjon inxhinier e të tjerë, domethënë.
Saks, nuk është gjë e mirë, domethënë, po unë nuk mendoj se është aq dramatike sa ç'bëhet në këtë kulturën perëndimore, domethënë se në fundja fare nuk sa bë minatorë kur i dhe të dzej brenda tunelit, domethënë. Se tha bëu diçka që do të kesh një punë të hajrit që nuk do kesh lodhje fizike të paktën, pavarësisht se lodhja mendorit për mendimin tim te i kalon atë fizike ndonjëherë. Po normalisht to mund të jetë edhe për shkak se unë nuk është se kam punuar shumë fizikisht përveç se punëve në për restorante edhe tjera, kështu që se di. Me nga bashkua dhe Andi, domethënë thoi diçka edhe t'ja japim fjalën edhe Andit me mendimin e tij. Në rregull. Jo, s'e di se më duket se në vlerëson punën e parukierit se kushton 300 euro domethënë me shku me ly flokt, mund të fitoj më shumë se ti si inxhinier parukieri, po desha të them që këto janë dinamika që lindin sipas meje kur e tejkalon këtë vështirësinë ekonomike, domethënë, edhe nuk e sheh më punën si një mjet domosdoshmërisht, domethënë që të bëj sa më shumë lek, të ndihmoj familjen e kështu, edhe fillon të ndjek më shumë pasione. Domethënë, nëse e ka pasion parukier, nuk e ka, domethënë, aq me urgjencë që të ndryshoj stil jetese sepse ka një jetesë relativisht të mirë, nuk shon gjë të keqe. Tek pjesa e parukierës, domethënë, nëse në vlerësova, thjesht e kisha termin domethënë që në qoftë se ti detyrohesh nga familja mos të bëhesh parukier, domethënë, ose që ndryshove diçka, nuk është se po të çojnë në diçka më të keqe. Mbase mund mos ta duash, po prap drejtimi që të shkosh normalisht do të siguroj edhe ty një jetë të mirë, domethënë. Po gjithsesi do zgjerohemi më shumë me këto. Andi, përshëndetje. Si fillim do të bëja pyetjen, domethënë që si reagove ndaj kësaj harte dhe si janë eksperiencat e tua personale dhe në shoqëri? Po besoj, do të thënë nuk është se është ndonjë hartë që na çudit, paktën mua nuk më çudit, sepse e lidh me realitetin ekonomik dhe shoqëror dhe kulturor, do të thënë botës shqiptare dhe botës perëndimore. Kështu që do jetë gjithmonë kjo lloj relacioni përderisa ne kemi një numër shumë më të madh edhe për shkak të statistikave të fëmijëve ose edhe të rive, të cilët jetojnë më gjatë me prindrit, kështu që duke jetuar më gjatë me prindrit, duke u shkëputur shumë më vonë, normalisht do kesh prindrit do kenë një lloj është e pashmangshme marrëdhënia e tillë që prindrit do kenë pritshmëri nga fëmijët e tyre. Edhe ka hera dhe do i taktojnë drejtime të ndryshme në karrierë, në studime në universitet. Dihet që në perëndim fëmijët ose edhe adoleshentët e fitojnë pavarësinë nga familja e tyre dhe ekonomike shumë më herë se sa në Shqipëri. Tu shikon ndonjëherë edhe kështu duke folur rëndomt ose duke bërë një lloj përgjegjësimi, shikon çuna nga 20-30 vjeç që kërkojnë akoma dhe jetojnë me prindit dhe i kërkojnë akoma lek atyre. Që ti nuk mund të presësh që në një shoqëri të tillë të dalin individë të cilët shkëputen shumë më herët dhe në thojza nuk duan ti zhgënjejnë prindrit e tyre. Ndërsa në perëndim, sidomos në shoqëri goxha më zhvilluar edhe nga studimi ose nga të dhënat që dhe aty te kryesisht shoqëritë sa më ekstrem të pavarura vende nordike kanë shumë më të vogël të numrin në thojza të zhgënjimit në raport me prindrit e tyre, sepse dalin më herët në jetë. Ndërsa ne kemi një lloj koeficienti shumë më të madh të lidhjes edhe një lloj relacioni me prindrit. Mund të shkojmë diku te ndoshta edhe 24, 25, 27, akoma jetojmë në këtë. Dikur ka qenë akoma më e rëndë ky fenomen, se jetonin disa familje dhe nuk shkëputeshin. Biles edhe bërthama e familjes jetonte brenda një kurore, gjyshi, vjera, nusja, ishin disa martesa, nuk është se kishte një familje bërtham ose një grua, një burrë të cilët kishin një shtëpi më vetësishme, jo. Ndërsa tani sigurisht ka ndryshuar shumë si fenomen. Por duke qenë se ti jeton te shtëpia, te çatia e mamit, babit, edhe normalisht duke pas dhe një lloj, se di,
më pëlqen një figurë që përdor të ky Edmond Tupja. Por që edhe në familje, sidomos nëna, po në familjet shqiptare duket sikur ka një lloj mitër universale që nuk shkëputet kurrë derisa vdes me fëmijët e vet. Kështu që ka një lloj proteksioni, një lloj protektoriati raport me fëmijët që përderisa e rrisun, nuk e kemi çik të idenë që fëmia duhet jetë i mëvetësishëm, duhet bëj ta gjërat i ndjek edhe vet. Po përderisa është te shtëpia ime e rrisun edhe në adoleshent, këtë ta them edhe nga eksperjenca personale, po edhe nga ajo çka shoh, është që në adoleshencë sidomos, ose kur duhet zgjedhë një shkollë, një fakultet, një universitet, është prindi ai që indikon më shumë zgjedhjet e fëmijëve se sa fëmijët në mëvetësinë e tyre, që thonë, okay, unë dua të zgjedh X shkollë sepse mendoj që do bëj këtë gjë, mendoj që është talenti im, është vokacioni im, jo. I thot prindri bëu inxhinier, bëu doktor, bëu kështu se ka lek. Domethënë është ky konvertim i shkurtër, edhe konvertimi ekonomik. Që nuk më duket as pak çudi duke i parë këta faktorë që lidhen edhe çojnë këto lloj rezultate. Po e shef ndo pak pozitive apo e shef vetëm negative këtë gjë ti? Po, shiko, nuk është se, do thënë, një lloj analize është që paktën është e para është një fenomen kështu, pastaj te çështja e pozitive është nga ana e individualitetit që duhet kemi edhe pavarësia ekonomike, e shikoj si diçka negative, domethënë se duket një lloj ndërvarësie, jo e keqe, po një lloj ndërvarësie që e ban të lidhur adoleshentin edhe njeriu ose të riun shqiptar nga prindi i tij, domethënë ja dikton, nuk është i pavarur qysh herët në jetë, por është shumë ka një lloj diktimi, edhe kjo sjell edhe disa fenomene të shëmtuara, sidomos në zonat provinciale në cilin jeta e të rive, jeta e nusës, jeta e djalit, jeta e individit të ri, i cili normalisht duhet të ishte një lloj njësie shoqërore, është shumë e varur nga prindi i tij. Domethënë ka raste që i diktojnë votën, ka raste që i diktojnë shkollën, siç thash, i diktojnë martesën, po drejtë haj ku është individi, ku ai që duhet marrë vendime vetë për shoqërinë. Edhe ti shikon që se bëj dot këtë gjë, po s'm tha mami, po s'm tha babi, po s'm tha prit, po njerëz që kanë kaluar mbi 20 të paku. Ndërsa jashtë shikon që në një farë moshe, sigurisht kjo krijon edhe një efekt kundërt, por në një farë moshe edhe në adoleshencë të vonë, edhe kur bën afër, normalisht kur afrohet tek 20, ai shikon që janë shumë të individualizuar. Unë për shembull kam pasur ta miq që vinin nga Gjermania, nga Franca, edhe takoheshim ndonjëherë këtu në Shqipëri, erdhën si vullnetar dhe kisha një lloj diferencë me ta sepse ata e kishin filluar qysh në 16 vjeç, domethënë shkëputje nga familja, punë, gjërat. Kurse në Shqipëri kjo gjë është që kështu mami, babit kanë një lloj zone kështu, si ato perandorit dikur që të mban një lloj protektoriati që është fëmia im duhet bëj. Po besoj se lidhet shumë me aspektin ekonomik. Sepse nga ana tjetër atje ka më shumë mundësi. Edhe është më lehtë që t'i japësh fëmijës, t'i japësh duart, po them kështu në thojza, që të bëhet i pavarur sepse ke një lloj mbështetje ekonomike nga pas, një lloj sigurie. Ndërsa në Shqipëri vetëm një gjë që ndi shkollën, ndoshta mund të merresh me një biznes ose një gjë, janë shumë të rrallë, po në përgjithësi është ndi shkollën për të dalë një individ për të bërë një punë të mirë dhe për të marrë ca lek. Edhe janë të ndërlidhura këto dy gjëra. Unë e shikoj te negative për t'ju përgjigjur asaj që the, e shikoj negative nga aspekti i individualitetit që duhet të ketë i riu shqiptar. Pastaj këto ka një lloj pjesë pozitive, aspekti social, ngrohtësia familjare këto. Por kjo gjë besoj se duhet, edhe është një gjë që dal nga dal po fillon të zhbëhet, domethënë individi i riu shqiptar po shkëputet akoma më shumë dhe besoj se për ta vite do afrohemi këtyre shifrave në Evropë, do ndodh i njëjti fenomen siç ka ndodhur atje, po dal nga dal. Okej. Realisja, përshëndetje, e njëjtë pyetje edhe për ty, domethënë, si e interpretove, si ishte reagimi domethënë mbi hartën dhe eksperiencat tua personale nëse ke për të ndarë. Faleminderit, mirëmbrëma të gjithëve. Po, së pari doja të thoja që nuk e kisha të qartë ose nuk e kuptova se kur është realizuar, edhe në qoftë se ti ke pak më tepër informacion mbi të përpara se të jap mendimin tim. Është data from AWS, WVS 2017-2022.
Okej. Si vetëm këtë nuk pash, domethënë ose nuk e kapa datën, kohën, vitin. Nëse megjithatë, unë isha duke menduar këtë çështje dhe po flisja edhe pak me Timat përpara se sa të hyja në space dhe unë mendoj që në fakt sistemi komunist në Shqipëri ka lënë disa nuk e di se si do jetë mënyra e dur për ta shprehur në mënyrë që të mos ketë keq kuptim, por ka lënë disa norma, le të themi kështu, familjare dhe shoqërore, të cilat janë zhdukur në pjesën më të madhe të Europës. Pra, edhe në ato vende europiane që kanë qenë në regjimet komuniste janë zhdukur. Në ndryshim, nuk e di pse, do duhej një antropolog këtu edhe një sociolog, nuk e di pse, por në Shqipëri ende kanë mbetur ato norma. Dhe një ndër to mund të konsiderohet edhe afrimiteti që neve kemi me familjen. Por kujdes, ne nuk e kemi kanunore sikurse ka Kosova, për shembull që të jetojmë gjyshe, daji, të gjithë në një çati, ne e kemi tek normat familjare, të mënyra se si sillemi, të respekti që kemi, të paktën në publik, se është një histori tjetër kur i mbyllim dyert e shtëpisë. Megjithatë, ajo që unë kam vënë re, të paktën në Shqipëri, është që neve bëjmë edhe shaka kështu me njëri tjetrin, të gjithë prej nesh kanë mommy ose daddy issues, që do të përkthej çështja të ndërlidhura me nënën ose çështje të ndërlidhura me baballarin. Me baballarët. Megjithatë, në një mënyrë apo në një tjetër, 99% të familjeve shqiptare kanë qenë familje patriarkale. Jam duke folur 90, do të thënë kjo pjesa e rritjes atyre që kanë kthyer më pas përgjigje në atë mënyrë. Edhe kështu që nuk më bën përshtypje dhe nuk më bën çudi që ka dalë ato shifra, sigurisht. Megjithatë, unë absolutisht jam pjesë të njëjtës upbringing, se s'po më vjen fjala e duhur në shqip, rritja, të njëjtës brumosja, sikurse edhe pjesa më e madhe jona këtu. Dhe sigurisht që për mua ka qenë shumë e rëndësishme në formimin tim dhe jam produkt i prindërve të mi, qoftë në muzikën që unë dëgjoj sot, qoftë në literaturën që unë lexoj, profesionin që unë kam zgjedhur, ka qenë insistimi i Timate që kur unë ndoshta kam pas 7-8 vjeç që unë të bëhesha gazetare. Edhe ja doli. Njësoj, sikurse ka ndodhur edhe me motrën time, më falni nëse po ndaj pak nga eksperienca personale. S'ka problem se unë i ndava të gjitha. Okej. Si group therapy këtu. Edhe e njëjta që ka ndodhur edhe me motrën time, ku prindërit kanë insistuar me të madhe që ajo të studionte arkitekturë. Ajo studioi arkitekturë dhe më pas kur i kishte 30 vjet, vendosi që do ndryshonte totalisht rrjedhën e jetës së saj, pasi kjo nuk ishte diçka që ajo donte të bënte, por ishte diçka që prindrit e mi donin që të bënin dhe ajo tani është duke bërë master për psikoanalizë. Dhe tregon që në fakt nëse ka dëshirë ose nëse ka forcë karakteriale, njeriu mundet që të dali mbi në thonjza diktatin e prindërve ose influencën, sa s'është e thënë që të ketë qenë gjithmonë diktat, mundet të ketë qenë thjesht influencë. Edhe të vazhdoj të krijoj një karrierën e vet. Ajo që unë do pyesja më së shumë është që në Shqipëri detyrimi maksimalisht që shkon ndaj prindërve është një që ata duan të kenë një të thënë, le të themi kështu, në karrierën që neve zgjedhim. Dhe 2 është që gjithmonë kërkojnë që të rikthehemi tek ta, pra gjithmonë të rikthesh në shtëpi për pushime, të rikthesh në shtëpi për festa, për Krishtlindje, më tash. Dhe unë nuk e di, por edhe për halle, se Krishtlindjet e festat janë të bukura, po edhe të plaken edhe të janë smur. Shkoj, pastaj unë jam konservatore edhe unë mendoj që nëse nuk e bën atë gjën, ke dalë totalisht nga çdo linjë normale të humanizmit. Po jam duke folur për te, asa. Okej, megjithatë edhe kjo. Thënë këto tani, mua nuk më duken aq të këqija, përkundër, do të thënë, më pëlqejnë që ne shqiptarët jemi kështu. Edhe unë prandaj kam vendosur që ta ndaj jetën me një shqiptar, kam vendosur që ta ndaj jetën në një vend shqipfolës, edhe pse jam në Shqipëri, në Kosovë, hajde janë para shumë janë të ngjashme, nuk janë të njëjta megjithatë.
Dhe unë i çmoj këto vlera, edhe më pëlqejnë, edhe do kisha pas shumë dëshirë që të vazhdoni dhe shpresoj që t'ja përçoj edhe fëmijëve të mi. Okej, për t'ju përmbajtur, domethënë para se të përhapemi shumë të detyrimit, domethënë të zgjidhja e karrierës, si fillim më shumë ajo ideja domethënë e të bërit krenar të prindërve, që do t'i bësh krenar. Juve nuk ishit në fillim kur ne sapo nisëm bisedën domethënë, po unë ndava domethënë edhe opinionin tim me Orjesin që unë kam ndier këtë pjesën e krenarisë si presion në fillim, por tani e kam përqafuar dhe tani e dëshiroj vetë. Dhe duke me u nisur këtu, t'japim fjalën një herë Karlit, me që sapo fut pastaj Alisa dhe të tjerët pastaj me radhë, që si e perceptoni ju faktin, është gjë pozitive ose sa pozitive është dëshira ose thjesht bërja e prindërve krenar? Bravo. Edhe unë të njëjtën gjë dëshoj të them, sepse për t'i bërë prindërit krenar edhe për t'i pyet ata se çfarë zgjedhje bëjnë karrierë, për mua janë dy gjëra shumë të ndryshme. Unë për veti e kam pas ka hera synim për mi bë krenar, mi bë të kënaqur me mua, mi bë të lumtur me mua, po përsa i përket me marr mi pyet ata për vendimet që marr vetë në karrierën time, në jetën time, për mua është diçka jashtë komplet jashtë mendet, sepse se më thonë prindërit e mi bajnë diça krejt tjetër, janë fush krejt tjetër edhe janë në një vend tjetër edhe nuk pavarësisht se sa ata munden me ndihmu dhe me më tregu mu gjana që dihen për jetën, gjana që kanë fitu me përvojë, por ata nuk kanë asnjë lloj, si më thon, edhe nëse do të përpiqen të më jepshin në këshill për një vendim, do të më këshilloshin gabim, sepse është thjesht jeta e cila unë jetoj sot, edhe pozicioni ku unë jam sot në jetë është komplet i ndryshëm me pozicionin e cilin kanë kënë ata. Edhe besoj edhe për gjithë ne, sepse prind ton kanë ardhur prej një shumica prindëve ton kanë jetuar në komunizëm, kanë kënë të izoluar në Shqipëri, kanë jetuar masanej në Trazir, ata të Kosovës kanë jetuar në Jugosllavi në një gjendje të ngjashme, edhe besoj se është krejt e nda me kjo krenaria, me pyetjen se çfarë do bash ti. Edhe besoj se ka të bëjë. Si e percepton, si mund ta bësh një prindër krenar? Çfarë do të thonë kjo percepton? Në shkuptim. Si e kupton ti ose si e bën ti prindin tënd krenar, domethënë? Po prindi krenar me ato gjanat bazike u burë, se prind tonë nuk është se kanë kërkuar një gjë më shumë të madhe për nesh. Me thonë, mendoj se prindi mesatar shqiptar kërkon thjesht që të vazhdosh një shkollë. Edhe po vazhdoj një shkollë, i duket sikur ti e kape e arrite. Ke parasysh, po flas për veti, nuk unë besoj se është shumë më lehtë mi bë prindë e mi krenar se me bë vetin tem krenar për fat keq. Shumë më lehtë kënaqen prindë e mi se sa kënaqem unë me vetin tem. Kaq, edhe do dosha më thonë si që tha Alisa, do dosha thonë shumë që kjo vlerë të përcillet. Kjo dhe shumë vlera tjera të cilat i kena, shpresoj që t'jena aq të mëshëm që me i rujt me modernizimin e shqiptarëve, me europianizimin e me pasunimin e shqiptarëve, shpresoj që t'jena të zgjut mjaftueshëm sa mi marr të mirat e Europës e mos mi marr të këqijat, sepse kjo ekzistenca europiane e shkputur nga familja është diçka që me të vërtetë me zi po e duroj, edhe pse kam marrë për mundësi më të mira dhe ka mundësi më të mira kënaj, prap kjo problemi i familjes që ka në Shqipëria nuk krahasohet, është diçka që vetëm kur del ata për jush që kanë dalë jashtë e din çam të fol. Edhe shpresoj që të jenë ata të zgjut sa më rrit ta vlera, po përsëris. Kaq se po bëm për atë të fol. Ciao.
Po, Alisa, e njëjta pyetje edhe për ty, domethënë, si bëhet një prindër krenar? Çfarë do të thotë bësh një prindër krenar? Shiko, se besoj ne këtu jemi pak edhe duke folur hipotetikisht, ëh. Neve dim atë çka prindrit tan, secili prej nesh na ka përcjell, edhe unë njësoj si Karli, prindrit e mi i kam pasur kërkesat shumë bazike, që kanë qenë të tipit një shkollimi, dhe e dyta një karrierë ose pavarësia, le të themi kështu. Edhe kjo ka qenë edhe shumë moderne dhe përparimtare nga ana e tyre, pasi në moshën 17 vjeçare për shumë më kanë thënë që duhet që të dalësh nga shtëpia, të shkosh të bësh universitetin, të punosh, t'ja dalësh vetë, etj. Edhe sidomos nga i mat gjithmonë më ka thënë të lutem do t'jesh e pavarur, nuk do që të varesh nga partneri jot ose nga bashkëshorti jot, etj. Edhe mos harrojmë diçka, pse ka qenë kjo e shkollimit, ose të paktën se si e mendoj unë, e logjikoj unë. Mendoj që fakti që për gjatë komunizmit shumë shqiptarë nuk mundeshin që të shkolloheshin ashtu sikurse kishin dëshirë. Për shembull në rastin e Timat, ai aplikoi për të qenë për gjule të ri, dhe nuk e pranuan, e çuan tek zooteknik veterinaria në Universitetin Bujqësor të Tiranës, sigurisht, domethënë KAMS. Nuk ishte se si t'ishte tjetër, se ai vinte nga një familje le të themi kështu jo fort e pëlqyer nga sistemi, dhe ndërkohë ai këtë pamundësinë e tij për të zgjedhur çfarë kishte dashur që të bënte, në një mënyrë apo në një tjetër ishte duke na imponuar, po themi ne. Dhe thënë këtë, sigurisht edhe diçka tjetër është e gjithë kjo mungesa e individualitetit përgjatë komunizmit, e gjithë kjo e jetuara në kolektiv ku të gjithë ishin njësoj, të gjithë visheshin njësoj, hanin njësoj, përveç bllokmenave, po them gjithë pjesa tjetër e popullit, sigurisht që i ka bërë njerëzit që të jenë sa më të etur për individualitet, për pavarësi, për të qenë vetvetja, etj. Dhe edhe pse në shumë raste, sikurse ishte rasti jot, shumë Leon që ti e ke ndjerë si po themi kështu si presion, edhe unë, edhe shumë të tjerë kemi ndjerë si presion, por me kalimin e kohës pastaj edhe me ndihmën e konsulencës, të terapive moderne, e kam arritur që ta kuptoj që këto kanë qenë arsyet pse po themi kam pas një farë presioni ose këtë presion nga prindrit e mi, edhe sot vlerësoj edhe madje më mungon aq shumë sa që për shembull nëse e kam publikuar një artikull, një op-ed ose diçka, ja nis babi dhe më thot shumë mirë, edhe ma kalon kështu shkurt, i them jo dua kritikat, ose kur dalin të rizet e me jo dua kritikat, mos më thuaj këto fjalët e mira. Sepse ne jemi mësuar me atë standard, po themi kështu, të prindrit shqiptar që s'është asnjëri kënaqur nga vetja, po gjithmonë shikojnë edhe thonë, ja shife djali filanit Andi, flet shumë më mirë se të në publik. Jo, unë gëzojmë që i mat nuk e njeh Andin, se hajde ti mbyll e goja pasaj. Ja pse s'flet dhe ti si ai. Fiks. Duke u nisur nga kjo, domethënë, çfarë do të thotë për ty Andi të bësh prindin krenar? Tani për të folur në përgjithësi, po për të folur në veçanti, domethënë prindrit e mi duan këtë, të jesh mirë me shëndet, të kesh një punë të mirë edhe të kesh partner. Kto janë gjëra kështu bazike që i vagëzojnë zemrën, çdo gjë tjetër pastaj është vjen pas tyre. Po u doja të përmendja edhe diçka, domethënë me këtë idenë e krenarisë që kanë prindrit tanë, besoj se është e përmendi Alisa që edhe nga ideja, nga qasja komuniste, po unë doja të shtoja edhe këtë pjesën e religionit, e fesë, domethënë që besoj se kanë ndikuar shumë. Se po të shikoj sa më fetare, sidomos nga aspekti muslimanëve, sa më fetare të jetë një komb, aq më një popull ose një popullat, aq më të forta i ka këto lidhje, domethënë familjare, familjet më dha që rrinë, edhe duket sikur prindrit, farefisi, njerëzit që përbëjnë këtë familjen e madhe, ndikojnë shumë më shumë se sa një shoqëri që nuk është kaq e bazuar te feja, por që është e bazuar më shumë te aspekti racional. Edhe besoj që kjo edhe aspekti i fesë ka ndikuar goxha
goxhaj që ketë një lloj mos rritje në thojë ose një lloj mos individualizimi të njerëzve të rive. Edhe duke qenë kaq afër, besoj se ka pas kërkesa edhe më shumë. Normalisht kjo ka një aspekt pozitiv se e ka majti çik familjen më organike. Nuk është më ajo ose nuk ka një lloj ngjasimi me disa nga familjet perëndimore të cilat janë shumë të largëta, ndonjëherë nuk njihen ose zihen me prindrit dhe nuk kanë të bëjnë fare. Që unë personalisht nuk e pëlqej si model. Domethënë bëhen edhe kështu në televizione gjëra që duket si diçka normale, por që unë personalisht nuk e cilësoj si diçka normale. Nuk e cilësoj as normale këtë ekstremin tjetër ku për çdo lloj aspekti të jetës personale të individit vendosin prindrit ose farefisi i tij, martesa, shkolla, etc. Po unë besoj se prindrit tanë e bëjnë krenar, paktën nga aspekti përgjithësues e bëjnë krenar ata që ata kanë pasur mungesë dikur. Domethënë nëse ata kanë pasur mungesë ushqimin, sigurinë, shkollimin, ajo që i bën krenar të nesh që të shkojë një lloj realizimi të ëndrave të tyre përmes nesh. Edhe besoj se këto gjëra i bëjnë krenar te ne. Nuk është se u intereson më shumë ajo nga aspekti, si ta them, realisht ajo që ne na bën lumtur ose na pyesin realisht. Po e thjesht ka një lloj ëndre, një lloj gjëje aty brenda vetes edhe mendon që kjo gjëja që aty u ka munguar ndoshta do na bëjë dhe ne krenar do na bëjë dhe ne të lumtur një ditë, sipas meje. Kjo është ajo që unë besoj. Shiko, të ndaj diçka, andi se ju nuk ishte përpara se të jap fjalën e tjerë. Ndaj diçka, më falni dëgjuesit tash që kanë dëgjuar, sepse duhet ta përsëris sa për kontekstin kundrejt jush, po për shembull, të dy prindrit e mi, domethënë konsiderohen klasë punëtore, domethënë me rroga minimale, ashtu siç ne i njohim, edhe e shpjegova edhe pak më përpara, domethënë që literalisht ose në mënyrë precize çdo lloj kursimit që ata e kanë pasur dhe kanë investuar tek unë tim vëlla, domethënë deri në të fundit fare. Dhe normalisht vetëm gjë që ata kanë dashur, domethënë ose të paktën atë që ata kanë shprehur, se nuk e di se çfarë mund të kenë ata në kokën e tyre, ka qenë që shifet se ne duam që ju të jeni mirë, mos të vuani ai shumë sa vuajtëm ne, dhe duke ndjekur një shkollë do ju mundsoj sa do ta doni, domethënë apo sa do mos ta doni, atë thjesht do ju mundsoj që të jetoni një jetë më të mirë me më pak halle, të paktën rreth financave, që edhe nëse ke ndonjë hobi, ndonjë gjë tjetër, mund të vazhdosh me atë. Dhe unë këtë e kam ndier si detyrim, domethënë që ta lidh me pse e thashë e kam ndier si detyrim i vogël dhe më pas e përqafova, ishte fakti se kur e merr drejt për drejt plaku, ata nuk është se po kërkojnë ndonjë gjë, domethënë drastike, as nga unë as nga një vëlla, domethënë. Normalisht ato dy djem kanë. Njëri tjetër domethënë ne jemi të shpërndar komplet me shtetet e Europës edhe në qytetet të Shqipërisë tashmë. Kështu që normalisht syt nga fëmijët i kanë. Domethënë si me probleme shëndetësore që ata kanë, edhe fatmirësisht një vëlla është në Tiranë, mbase s'është në Berat direkt, por që është më i aftë ndihmoj se sa unë. Edhe fakti që unë për shembull e mbarova shkollën edhe kam një punë shumë të mirë, domethënë edhe deri diku më të mirë nga çeprisja, ata i bën vërtet shumë të lumtur, domethënë. Edhe kjo është një nga shumë gjëra që i bën ata krenar. Edhe unë mendoj se nuk ka ndonjë gjë të keqe ta ndjesh këtë ndjesi që duhet i bësh krenar nëse një X individ e ka familjen, domethënë atë lloj drejtimi që ata vërtet kanë dalë nga ajo norma, domethënë për të dhënë diçka fëmijës, se nuk është gjithmonë granted, domethënë nuk është gjithmonë aty që të sakrifikojë dhe jetën e vet personale apo edhe kursimet për të ardhmen pa marrë parasysh atë shëndetësinë e vet apo ku t'i gjon. Sepse vërtet i bëjnë gjermanët këtu, që ta lidh pak me atë që tha Karlin përpara, domethënë, po edhe me atë që tek ti në fillim që kanë jetën pavarur, pavarësia e tyre është shumë e çuditshme, ose të paktën në eksperiencën time. Se ne përmendëm të gjithë kohës, po që në fund fare gjithë secili shumicën e kohës rreth eksperiencave të veta flet. Gjermanët, domethënë, sidomos këtu në Berlin, janë të pavarur në një mënyrë çuditshme se këta vërtet dalin edhe punojnë që kur janë të vegjël, por dalin e punojnë për të bërë pushime o plak.
dalin dhe punojnë për të vajtur në klabe. Edhe në fund të muajit njësoj nuk i del ajo leku që bëjnë, domethënë, edhe ata që janë në moshë time dhe marrin pjesë nga familja që t'ja dalin muaj deri në fund. Tani, hajde ta diskutojmë sa pavarësi është kjo. Mua nuk më duket shumë pavarësi. Po plak, më fal, se më duket sikur kena përzit dy tema bashkë që nuk është se kanë fort të bëjnë me njëra tjetrën. E para është t'i bësh krenar dhe t'i bësh kënaqur, edhe e dyta është pavarësia. Përmend edhe Andi parë edhe Alisa që i niva edhe po fliqin për faktin se po fliqin për prind të cilët kanë pasat ndikimin e tyre në lanë që ti ke zgjedh ose në vendime e kret, jo po martese, po kështu. Për mendimin tim kjo është, nuk e di, këtë nuk e shoh aq të shëndetshme. Unë besoj se duhet jetë një rrugë e mesme në cilën ti je komplet i pavarur, por në të njëjtën kohë përpiqesh edhe ti bash krenar, po vendimet e tuja i merr ti. Unë për shembull e thash edhe më parë, nuk imagjinoj në njërin për prindërit mi me më ndërhy në vendimet e mia, por kjo s'do të thotë se nuk është synim nërsim parësore për mi bë ato krenar. Ja të kap një pjesë tjetër unë kari, që ta plotësojmë të gjithë pastaj. Shifet, siç është një gjë që ndodh me prindërit shqiptar, domethënë se ne zakonisht e lidhemi me këtë pjesën e karrierës, por prindërit shqiptar, sipas perceptimit tim gjithmonë, kanë diçka që gjatë kohës që ti je në gjimnaz, edhe në shkollë të lartë, ku është normalisht puberteti dhe pastaj ajo adoleshenca e vonë, ku ti formon ata pavarësinë tënde gjatë gjithë kohës, janë pjesën që fokusohu, mëso, mos me të, mos me atë. Dhe në momentin mamën që kjo është akoma më theksuar për femrat, po edhe për meshkuj deri diku, në momentin që ti mbaron shkollën dhe e gjen një punë, domethënë, ditën e dytë të punës, gjëja që do thonë shumica e prindërve shqiptarë është po nai gocë ke gjetur, po nai djalë ke gjetur. Domethënë këtë e marrin. Po mirë, kjo është si tip mini presioni, ta kupton? Kjo është okay, nuk është se gjaj diçka të keqe me të. Po për shembull unë nuk e di, e shoh shqetësuese faktin që prindët tuaj me të shty ty me forcë për me zgjall dikën ose me zgjall një deg. Po normalisht, u futët pak më vonë, domethënë, diskutova me Orestian, që normalisht kur është shtysa, kur ti je komplet kundër, domethënë ata e kanë shtysën, normalisht ajo është negative sepse tek ai person mund të fshihet një individ, siç e përmendi Oresti, që mund të fshihet një parukier i shumë i talentuar që mund të bëhet shumë i famshëm për shembull, edhe normalisht vazhdon studion ku dëgjon juridik, sepse ajo është trendi ose ajo është standardi. Atë nuk ja uroj njeriu se është goxha e vështirë, është edhe vështirë për robën që do studioj, se unë kam heq zite ullirit, e themi ne, nga Berati, duke studiuar diçka që unë literalisht e dashuroj, domethënë unë jam shqyr zotit, kam rënë në një deg që vërtet e kam jashtëzakonisht shumë qejf, edhe prap kam pasur probleme shumë të mëdha gjatë studimit. Pavarësisht se normalisht edhe në vend tjetër, gjuhë tjetër, ju. Po imagjino tash të bësh diçka në Berlini apo te Fraja? Te TU Berlini në fillim e tani tek BHT. Edhe ideja është se në qoftë se do ishe i detyruar të studioje diçka që ti nuk doje, për shembull, duket se do jetë fort, për shembull, nuk e di, Alice më duket se përmendi faktin si e motra e vet, për shembull, unë kam një shoqe, një mikesh time që po ashtu ka studiuar arkitekturë, nuk e ka aq të theksuar atë ndarjen nga dëshira. Ajo donte më shumë për pjesën inxhinierike, sepse i duket shumë e cegët arkitektura, po që prap nuk është e plotësuar, edhe normalisht ajo disi presion ka qenë jo vetëm familjar, po edhe kulturor, pasi arkitektura është cool, është trend, e kupton, edhe vi nga gjitha anët. Po të japu mendimin tim, domethënë që mbase më kuptoni dhe ju pak më shumë se çfarë po pyesja unë me presën e krenarisë. Tani prindërit e shqiptarë është fakt që kanë standarde. Pavarësisht ata nuk kërkojnë shumë nga ne, po standarde kanë. Sepse
ne ose unë personalisht edhe shumica e shokëve të mi jemi të lirë të zgjedhim deg, jemi të lirë të zgjedhim partnere, jemi të lirë të zgjedhim shoqëri, por në fund të ditës ata kanë një lloj ndjesie e një kërkesë llogarie, domethënë që ti e ke të drejtë të zgjedhësh një diçka, por kjo gjëja që zgjedh ti duhet i përmbushi ca norma tona, domethënë. Jo ti të fikse që duan ata, por duhet të jenë kështu, duhet të jenë ashtu. Edhe ndonjëherë, në rastin tim për shembull, në rastin e familjes time, se këto janë raste të izoluara, unë shikoj pozitive, se ata vlera që ata kërkojnë, unë jam vlera që normalisht edhe unë i rritur në atë familje dhe unë i kërkoj, por qëllon ndonjëherë, domethënë që mund të jenë edhe antivlera që ti vë kusht, se nuk janë gjitha familjet njësoj. Po se di, për shembull, ja unë kam pasur një rast këtu të një tekniku këtu në Gjermani, domethënë nga Kosova, që nuk e linte gocën e vet me u martu me një të krishterë, për shembull, tha i pëlqen, është djalë shumë i mirë, e kam taku, po nuk jam dakord se është i fe tjetër, për shembull. Kjo është antivlerë për mua. Po, dakord. Edhe tani Pjesa e skenarisë për prindin pastaj çfarë ngelet në fund? Ngelet thjesht ti të arrish sukses sipas mendimit tim në atë rrugë që ke zgjedhur, një, dhe në qoftë se ajo është zgjedhja jote, edhe të krijosh një familje të shëndetshme që është ajo ultimativja e prindërve që çdo prind normalisht do të bëhet gjysh. Unë mendoj se këto janë dy shtyllat kryesore, domethënë suksesi profesional dhe suksesi në familje. Kaq e thjesht më duhet mua ndonjëherë. Nuk e di tani çfarë mendimi mund të keni. Thjesht zoplak, thjesht komplet është, po më kujtova për ato, për atë që po fliçë parë për të gjerman që thotë janë të pavarur. Këto plak nuk më duken të pavarur, më duken më shumë si tip braktisjet. A ke parasysh sepse i duket sikur s'dojnë me ditë, a kupton? Se ne të paktën, a din shiko, kjo puna, kjo shtysa prindve, jo martoju, jo blej shtëpi, jo ban shkollë, ke parasysh, edhe nëse është e bezishme deri dikun, unë besoj se po të mos ishte, mandej do pyetshim vetin a thu më don kush, a thu i duhem kuj, a kupton, sigur do të na mungote. Unë nuk dua të jem një çik paragjykues, domethënë se zakonisht edhe kritikohem nga mënyra inflamatore si shprehem disa herë, se nuk është se kam shumë takt si zoti Descartes për shembull, po që në qofse do isha domethënë kështu butchering, që të isha një çik brutal, pa i zgjedhur fjalët, me rrethet çka mund të në Berlin për shembull, mua më duken fëmijët të kushtëzuar apo të pa kushtëzuar, nuk e di, po më duken goxha të lidhur me familjarët vetëm drejt interesit për shembull. Unë nuk e perceptoja që ti të jetosh një orë larg nga familja dhe të vesh një herë në 6 muaj, kur një 6 muaj vete unë që i kam në Berat, nuk e kuptoj se mund ta marrësh familjen në telefon vetëm kur të plotësohen lekët e qeras, ose kur ku dëgjon të duhen edhe 5 euro të tjera të paguash ku dëgjon një koncert ku do të shkosh. Edhe këto janë shumë normale për shkak. Unë mendoja në fillim se jam mund debil, domethënë. Mendoja kështu që domethënë derisa po e bëjnë ta gjithë, domethënë something is wrong with me, nuk ka shanse. Por që normalisht kur kalojnë gjëra, domethënë është se di. Mua nuk më duket normale, por mund të është dhe kjo tjetra kartë pasaj që mbase ne të dy njohim thjesht ka njerëz, mbase ka një pjesë të madhe, po. Jo, plak, nuk është fare jon, jo, është dekadencë, plak, është dekadenca moderne e perëndimit. Kaq. Oresti ti si e percepton të bësh krenar prindit? Po, do të thonë kjo pjesa e krenarisë, do të thonë prindët e mi kanë kërkesa, po njësoj si prindët tuaj, do të thonë, të mbaroj shkollimin edhe kanë këtë ambicën gjej burr, do të thonë. Tash e kanë ul pak këtë intensitetin e pyetjes, po e kanë kalu barrën fisit, me sa kam kuptuar, se sa herë kthehem Shkodër, ky është muhabeti, do të thonë kështu, kur po martohesh, kur po fejohesh. Po pjesa e krenarisë, do të thonë, është shumë kështu. Falërisht, sa vjeç je? 27. Oresti, ke kohën. Kam kohën, Oresti, nuk të kanë rënë qaf, mirë të thokan, po mos u ankor, po da. Nesër nxjerrim njoftimin në Facebook, kërkojmë burrë, gjejmë direkt. Po.
Po, çfarë po thosha? Do thënë, me sa e kam diskutuar edhe me prindë, do thënë kështu, ideja që unë më arrit ato synimet e mia, do thënë me marru këtë shkollimin që kam filluar dhe po na zgjat pak si shumë. Edhe nuk është se Karle kanë lënë këtë punën e martesës, se kam pa që ato i koha, jo ka ardhur, po ato i. Edhe ka që domethënë pretendime të vogla kështu, nuk është se po kërkojnë me fitun e çmim Nobel, e kanë krenarin shumë kështu me standard ult, po themi. Njësoj edhe për vllajën edhe për motrën, domethënë. Ato thonë, mjafton që ju t'jeni mirë me shnet edhe t'jeni kënaqur aty ku jeni. Okej, super. Tani, nisim sipas radhës, po drejtoj Alisës pyetjes dhe pastaj vazhdoj me gjithë secilin. Se ti Alisa mund të kesh edhe një, domethënë unë po hulumtoj, po që ka mundësi që mund të kesh edhe një ide më të fortë se sa ne, domethënë sa të ndikuar janë të rinj shqiptar nga zgjedhja e karrierës kundrejt prindërve, edhe si pasqyrohet kjo më vonë. Në fatkeqësisht nuk, jo vetëm që unë s'kam statistika, po edhe shumë pak hulumtime arrita që të gjeja online, më thënë me ato çfarë ofron interneti, se jam e sigurt që ka njerëz të cilët merren e studiojnë sociologjinë, antropologjinë në Shqipëri dhe ndoshta mund t'i kenë hyrë pak më thellë. Megjithatë, ajo çfarë unë mundem të flas është vetëm prej eksperiencës personale dhe rrethit që më ka rrethuar. Vetëm unë jam 31 vjeç, jam pak më e madhe se sa pjesa më e madhe e folësve këtu. Edhe këtë kam vënë re që absolutisht janë ndikuar edhe jo gjithmonë për keq. Ka dhe raste ku ka pas nga ata të cilët janë bërë pishman, si puna e Olivjes motrës time, po megjithatë, nëse neve do kishte dëshirë që të hynim në një temë tjetër, ajo që unë mendoj që më shumë janë ndikuar edhe kanë ndikuar për keq si fenomen, ka qenë për sa i përket martesave, lidhjeve dhe historive personale. Aty ndikimi i ka tejkaluar ato masat, le të themi kështu, të normales ose të konstruktivitetit. Nëse se jemi duke folur për shkollimin dhe kjo ka qenë një pjesë shumë konstruktive, të raportet personale prindrit shqiptar jo rrallë herë janë treguar shumë të vrazhd. Duke Alisa, e shtyjmë për pak më vonë, domethënë që ta elaborojmë pak të pjesën e karrierës, lutem. Një anekdotë që i tregova un pak më parë Oresias ishte se si prindërit tanë, domethënë, ose prindërit e mi në këtë rast, edhe disa pjesëtarë të fisit që jetojnë në fshat akoma, domethënë dhe merren me bujqësi, kishin atë shprehjen, domethënë që mëso se nuk hahet kasma. Në kuptimin që mëso, bëj çfarë të bësh, thjesht mëso, bëu diçka, edhe nëse nuk e do, se ky opsioni tjetër është shumë herë më i keq se sa të bësh diçka me shkollë që nuk e pëlqen. Edhe në këtë marrësh, domethënë unë edhe e kuptoj të njëjtë, domethënë kam ndaj të njëjtin mendim që te pjesa e shkollimit unë mendoj se të rrallë janë prindit që i thonë ik bëu punëtor ndërtimi ose ik bëu drug dealer etj, domethënë nuk mendoj se shumë ndikim negativ. Ka raste me të dëgjuar, domethënë dhe unë njoh disa, jo pak, që janë, domethënë nuk e kanë atë ndjenjen e mirë, por mendja se kjo vjen, të themi drejtën, dhe nga një lloj statusi të privilegjuarit, se normalisht kur ti studion një gjë në Berlin, edhe familjarët e paguan të gjitha, domethënë e ke edhe atë komfortin që të mendosh se çfarë duhet të bëje. Kurse jam i sigurt që mund të ketë familje në Shqipëri që ai do dojë të studiojë inxhinieri apo do dojë të studiojë arkitekturë, po thjesht i duhet edhe të mbajë familjen me një farë të ardhure, edhe nuk i pret puna. Ky ka qenë rasti i Timatit në kohën e komunizmit. Më normalisht koha e tjera ato kanë qenë 7 fëmijë. Normalisht është pak më e vështirë dhe pak më ndryshe për ato. Nuk e di kush nuk ka ndonjë opinion. Më fal Bleon, duhet të bëj një ndërhyrje pak. Domethënë ti po më thua që aktualisht sot një djalosh që ka mbaruar shkollën ka më shumë mundësi për të punësuar se një djalosh që është i fokusuar te bujqësia?
Jo, unë thash që ky djaloshi që ka studiuar, për shembull, prandaj mora rastin specifik për këto që kam këtu, e kupton se normalisht ke mbaruar shkollën në Gjermani, plak e thën vënçe vetëm me qenë budall mos me gjetë punë. Pastaj në Shqipëri është e vështirë, nuk diskutohet, nuk mund të bëhem hipokrit. Më duhet të them diçka me që jemi tek prindrit shqiptar. Koncepti i prindërve shqiptar është që në rast të parë të mos i ngele kalamoni pa shkollë. Nuk ka rëndësi se çfarë shkolle, apo ka pasion, apo ka në ëndër kalamon. Rëndësi ka që ai fëmijë të jetë i aftë që të dalë nga problemet e lirimit dhe të krijojë të arrijë disa pikë që të kap një lloj shkolle, çdo lloj shkolle që i dalë para. Mjafton që ai të thotë që ka një fëmijë që po i shkon në shkollë të lartë. Domethënë, kjo është në vijat. Unë atë e shoh këtë pjesën kështu siç e formulove ti tash, unë e shoh negative në fakt, me thënë drejtën. Pse e shoh negative sepse unë kam bërë gjimnazin te Pagdur Karbunara në Berat, katedret Majtas, nga katedret Djathas direkt. Edhe shumica e djemve domethënë që kanë studiuar atje janë të gjithë jashtë. Asnjëri nuk ushtron atë profesion për të cilin ata kanë studiuar. Edhe ata që kanë ngelur atje domethënë, prap nuk bëjnë atë punë për çfarë kanë studiuar. I numërohen me gishta ata që kanë studiuar diçka dhe punojnë në profesion të vet. Edhe kjo është shumë e dhimbshme për të vetmi fakt se në Shqipëri është një paradoks nuk e di, një çudi e madhe, domethënë që ka mungesë krau pune, po edhe papunësi. Sepse normalisht kur mbaron juridiku, un kamarier mund punor se për hidraulik edhe për elektricist nuk merr njerëj, se nuk e ke bazat. Edhe nuk, domethënë kjo i ka futur e ka shkatruar komplet tregun, domethënë atyre ku jemi i vetmi vend, ma mendja edhe në Ballkan madje, që akoma profesionin e merr duke i vajtur një ustaj nga mbrapa, sesa të vesh në një shkollë profesionale. Me sa jam unë ndjeni, domethënë të paktën Maqedonia, Bullgaria dhe Kroacia i kanë shkollat profesionale shumë të mira. Ne i kemi inekzistente. Është problem shumë i madh, se të gjithë juridikës nuk do bëhen. Prandaj ka qenë meme para 5-6 vitesh, apo nuk e di kur ka qenë që për këto studentat e juridikut që ku do vinin të gjithë. Se tani Shqipëria aq është, s'mund të bësh një avokat për çdo lagje, se ç'a do zgjidhin. Megjithëse ne kemi mjaftueshëm për zgjidhur, në fakt nuk është se kemi pak si hallesh, po që këtë unë e shoh si negative, domethënë nuk diskutohet fare. Nuk përputhet për mendimin tim outputi i universiteteve ose i shkollimit në përgjithësi me kërkesën e tregut të punës. Leon, po nuk po flasun për tregun e punës apo universitetet apo. Unë po flas për mentalitetin e prindërve tanë. Mendësia që ekziston tek ata. Ai thjesht është krenar që ai kalamo mjafton që ta mbaroj shkollën e lartë, pavarësisht se sa me nota të mira e mbaron atë shkollë, pavarësisht se sa lek do jape për atë shkollë, pavarësisht se sa pedagogëve do u shkoj derë më derë dhe do hyje në kurse, do u blej libra etj. Domethënë, parimisht edhe një pjesë e mirë e studentëve në Shqipëri, mund të them që askush nuk e merr deri në fund fare me forcat e veta. Domethënë, një pjesë e mirë. Dhe pjesa tjetër është normalisht që edhe profesorët kërkojnë lekë etj. Gjithsesi, du të them që e gjitha kjo në parim është një lloj gënjeshtre e madhe që të gjithë gënjejmë veten dhe ndihemi mirë me këtë gënjeshtrën që ja themi vetes, si prindrit, si kalamajt, si gjithë. Dhe kjo është gabim, domethënë normalisht, po ta kapësh në bazë, në themel, është e gjitha gabim si funksion. Por që ajo çfarë mua nuk më pëlqen dhe vazhdon të mos pëlqej është ndikimi i prindërve tek ëndrat e kalamajve. Domethënë, nuk mundohen të shohin prirjen që ka një kalamon, nuk mundohen të shohin se qa e tërheq atë kalamon, por mundohen të insistojnë kokën atyre diçka që është bazike, diçka që ka një lloj rroge ose një lloj pagese të mirë në fund të muajit,
Më thënë, një lloj mentaliteti që them se na ka ardhur nga komunizmi. Mund me të kundërshtu pak? Po, vazhdo Karl edhe pastaj tash. Kja është gja krejt normale, më normal, sepse ajo është roli i prindit, që ty mos me të lanë me mu hedh në çdo ide që të vjen ty si fëmijë, si ëndër, a ke parasysh? Ajo është normale për ata personalisht, por jo normale për fëmijë. Për ata personalisht është normale, sepse nesër pas nesër kur takohet me ato njerëz, ka qef tulet tavolinë dhe të shikoj se djali jam është shkolltar, po bën këto, po bën ato, dhe ndërkohë që nuk interesohet për atë se qa ndodh me trunin e atij fëmije, se qa pasione shka, se cilat janë dëshirat e veta, qa ëndra shka etj. Që shumë mirë në të ardhmen ai, domethënë, është ajo shpreha që aktualisht është shumë e bukur si shprehje, nëse ti bën diçka që ke pasion, nuk do punosh asnjë ditë në jetën tënde. Po normal, po, është problemi se roli i prindit në vetvete është që me mbrojt fëmin nga idealizmat e rinis. Dhe idealizmat e rinis janë të rrezikshme sepse nuk ka një lidhje të fortë me realitetin, sepse janë vetvete idealizma, edhe besoj se kja është diçka krejt normale, ke parasysh sa njerëz kanë ëndra e sa prej tyne i jetësojnë ato ëndra, nuk po them as mijek ëndrat, po besoj se prind synojnë që ne me kriju të paktën një bazë. Edhe masanaj vazhdo një ti ëndrat, po ato nga që janë zhgënjy shumë për jetet, kërkojnë për ne që ne të paktën me ndërtu një bazë. Edhe unë këtë e shoh krejt në rregull, bile e shoh unë jam mirënjohës. Faleminderit, ja te kjo desha të. Dhe kjo që po bëjnë ata është një diçka që u ka ndodhur atyre në të shkuarën dhe mendojnë që do vijë edhe për fëmijët e vet, domethënë. Por që normalisht nuk është i njëjti sistem edhe nuk është e njëjta kohë, kjo është ideja. Ndryshojnë kohrat, Po jeta prapë e njëjtë burr, prapë ka zhgënjim e njëjtë. Shive si mendojnë që unë jam diku mes jush, domethënë. Unë jam kundër shprehjes që thotë Ermali, domethënë që ajo e gjë e bukur që po të bësh diçka që duan. Ermal që po ta kesh parasysh domethënë jo vetëm për Shqipëri, por në gjithë botën, sipas kësaj që po shohun tash këtu në Google, domethënë te kjo kora, është se afërsisht plus minus 3% e gjithë njerëzve në gjithë botën janë në punë në fakt për atë çfarë ata duan. Sepse është shumë e vështirë, Ermal. Ne duhet të kemi edhe pjesë, duhet të kemi një çik parasysh faktin. E di ti sa njerëz ka plako që thjesht nuk e dinë se çfarë duan? Edhe unë kam një përqasje për ta njerëz që nuk e dinë çfarë duan, bëj diçka plako. Thjesht bëj diçka derisa ta gjesh. Mbase mund ta gjesh kur je 50 vjeç. Po meanwhile bëj diçka. Edhe unë kur të ke fëmijë ose nuk e di tash si mund ta shpreh më mirë, qëllimi nuk doja them asnjëherë të ndjekin ëndrat plako, duhet të them të ndjekin qëllimet. Ëndrat janë nuk besoj se sjellin gjë. Thjesht do i ndihmoj me aq kapacitet sa unë mund të kem për t'ia shpjeguar ato me rrugën drejt jetës tyre, drejt qëllimeve të tyre. Nëse t'japim pak fjalën Fitimit dhe pastaj Resit. Fitim. Mundet kjo zonja me fillu para meje, s'është problem. Shumë gentleman. Resit lutem. Faleminderit. Desha me ndërhy sepse un jam vetë rasti që Ermali po fliste. Un kam kryer 2 shkolla të ndryshme. E para ishte dëshirë shumë e madhe e prindërve të mi. Dhe vetë nuk është se kisha ndonjë aso koha nuk është se kisha ndonjë ëndër jashtëzakonisht të madhe, doja të shkoja më herët në shkollë për arte dhe unë nuk e ndoqa liceun, kështu që dhe për akademi nuk bëj fjalë me që nuk e kisha vazhdu si që duaj këtë rrugë. Dhe kur erdhi puna për universitet, ja mora mendimin, e kryva shkollën që prindrit deshën dhe me qenë se nuk ishte zgjedhja ime dhe dëshira ime, atëre kur mbarova ma
ma lanë si zgjedhje timen që unë të bëja çfarë do lloj shkolle tjetër që të doja, ku të doja, dhe atë gjë bëra. Sot, unë nuk punoj në profesion për asnjërin nga shkollat që unë kam kry. As kur isha dhe mora mendimin e familjes, dhe as më vonë kur mora mendimin e vetes time dhe bëra çfarë desha. Aty ku du të dal është se nuk mendoj se prindrit duhet të ndërhyjnë. Një person që është në prag universiteti duhet i bëj zgjedhjet e veta, se është edhe moshë madhore. Unë nuk e di sa janë tjerët, po unë kam qenë 18 vjeçe kur kam hyrë në universitet. Edhe puna është këtu që unë vërtet nuk punoj në profesionin që kam mbaru secilën nga shkollat, ama nuk e kam peng të dytën, sepse ishte me kokën time dhe ishte zgjedhja ime. Atë të parën që bëra si deshën prindrit e mi, e quj pak humbje kohe, sepse nuk më ka vlet për asnjë gjë. Mendoj që nuk është e drejtë. Prindrit shpesh herë duan që të ndjekësh hapat e tyre, ose në rastin akoma më të keq është që të ndjekësh në hapat që prindrit kanë dashur me ndjek dhe nuk i kanë pas mundësitë që ta bëjnë. Edhe këtu pajtohem me Ermalin, edhe duke qenë se jam person që i kam jetu të dy rastet dhe duke bërë shkollën që desha dhe atë që deshën prindrit, mendimi im ky është, domethënë. Nuk do të thotë se ajo që ndjek me kokën tate mund ta kesh të drejtë, ama është zgjedhja jote dhe në fundit jeta është e jotja. Dhe jo gjithmonë ka rëndësi që të bësh një shkollë që të fitosh sa më shumë para në të ardhmen. Nuk është që të vjen lumturia kur fiton më shumë lehtë. Sigurisht pavarësia financiare është shumë e rëndësishme, po njerëzit më të pasur në botë nuk është se janë gjithmonë ata që janë dhe më të edukuar në akademikisht, domethënë. Më pëlqeu kjo në fakt pjesa që përmendet tash, që pjesë që duhet ta zgjedhin vetë, se mendoj se fëmijët që rriten me përgjegjësi janë edhe adult më të aftë në jetën më brapa, se në qoftë se ke zgjedhur vetë dhe në qoftë se ke bërë zgjedhje të gabuar me kokën tënde, ke bërë me kokën tënde, të mbash përgjegjësi dhe e di si ta analizosh më shumë situatën në vijim. Kurse nëse ta japin prindit, normalisht e ke atë rrugën e shkurtër, thotë ja, këta ma thon. Ja, bëra unë gjela rrugën. Nuk ke pengje, nuk ke këfajson, domethënë. Mirë keq është zgjedhja jote dhe në fundit është jeta jote dhe bën si të dush vetë. Në këtë pikë, përderisa Bleoni tha që ka fëmijë që nuk dinë se çfarë duan, detyra e prindit është që t'i tregoj opsione, që t'i tregoj rrugën, që t'i tregoj, kjo është detyra e prindit. Po jo ti thot, shiko se në këtu do vazhdosh me këtë drejtim. Shiko, është një çik dëmshuria, se duhet t'jap fjalën fitimit, po është një çik dëmshuria plak, ose ka raste që kapin mosha 25, 26, 30 vjeç, dhe në një ekonomi si Shqipëria për shembull nuk është se e suporton dot veten, prandaj ata nuk duan që të ngelet atë lloj. M'fal, si ishte kjo 30 vjeç edhe një herë? Ka persona domethënë që arrin deri në moshën 30 vjeçare dhe nuk e dinë se sa duan, dhe kjo pjesa e shtysës së prindërve, unë nuk mendoj që në 100% e rasteve vjen nga këto arsyet që thatë ju, po vjen dhe nga një vend i mirë ku ata thjesht duan që ti të bësh diçka që të suportosh veten tënde. Po ja jap, m'fal, le të vazhdoj zotria që ishte përpara, le të mos se do kam shumë replika më vonë. Okej, japim fjalën fitimit, pastaj dhe replikojmë bashkë. Faleminderit shumë. Dëgjova shumë me vëmendje deri tash, edhe ndoshta mund nolte Ermoli mas pori tha do pika që unë mendoj personalisht që e ka shumë mirë, se unë mendoj që prind, sidomos shqiptarëve, kanë problemin kryesor që
mënyrën se çysh i mësojnë fëmijët ose mënyrën se çysh e dojnë atë mirën për fëmijët e tyre është shumë mënyrë bojnë në mënyrë presionit. Edhe mendoj që ato kanë problemin kryesor. Mendoj që vend se me bë në mënyrë presionit është mirë që më inspiru ose më ndihmu fëmijës që me gjetë veten e vet. Që patëm edhe tash që foli zonja Finnegan se spja ti emrin, që tha që i ka 2 shkolla për shembull të kryna, edhe apet nuk punon për profesion vetin. Apo përkundër kësaj, unë me 12 vjet e kum di çka du për jetës time, kum di çka du me studiu, edhe që 15 vjet e haloj studioj çat sen, edhe nuk noli. Edhe as unë ka thon prind, as unë ka thon kurkush me bëu çat sen, veç më kanë suportu. Do të thonë më kanë ndihmu ton jetë që unë me mri çat sen. Edhe unë mendoj që kryesisht problemi është që prind shqiptar mënyrën se çysh dojnë me mësu fëmijën e vet ose çat iluzionin që kanë kriju në trunin e vet, që e shohin fëmijën e vet që aty që apo di doktor ose inxhinier ose diçka, kur ata fëmijët e vet as vet nuk e shohin veten që aty. Edhe mendoj që është kryesisht në vend presionit inspirimi. Faleminderit. Një pyetje të vogël drejtuar dhe ty Fitime dhe Ermali. Çfarë mendimi keni për atë gjën që e ceka paku kur thash që nuk më pëlqen shumë shpreha ndiq ëndrat, po ndiq qëllimin. Po filloj përpara Armolit. Unë për veti kom pas ëndër, domethënë unë jam inxhinier i diplomuar me sisteme kompjuterike këtu në Gjermani. Unë kom pas të njëjtën ëndër me punu me sisteme kompjuterike dhe unë vi për një familje një sikur ti blen, domethënë jam punëtor thjesht. Prindimi nuk kam pas fakultetat kryen nuk kam pas shumë ekstrem edukim, edhe jo vetëm prindimi, por domethënë edhe në rrethin tim, unë jam i vetmi goti që jam i diplomuar me komplet rrethit tim. Edhe unë kom pas ëndër domethënë. Ama ëndra arrihet ti më rrit qëllimet, se ëndra është, unë mendoj personalisht, është një ashtu një hartë e qëllimeve, domethënë është qëllim, dikur arrin edhe të ëndra përfundimtare. Faleminderit. Ermal, le të replikojmë dashur. Te kjo pjesa të ndjej domethënë ti vihesh qëllimit. Unë mendoj se nuk ka rëndësi nëse ti i vihesh ëndrës apo qëllimit për aq kohë sa ti ndihesh rehat në ato gjërat që po bën. Nuk je i stresuar, nuk je i frustruar, nuk të ushtron asnjë njeri presion, për aq kohë sa ti je i qetë në ato gjë që bën dhe e ndjen veten mirë, ndoshta nuk aktualisht nuk ke ato të ardhurat apo gjendje financiare që ti mendon se ose nuk është shumë e madhe, po je rehat, ndihesh mirë me ato që po bën. Qoftë qëllim apo ëndër, rëndësi ka. Është diçka që ti po e bën për vete dhe do gradualisht ti do vish në atë pikë sa po një veten në atë drejtim dhe rrjedhimisht do rritesh edhe profesionalisht. Sepse ti po bën diçka që e do. Nuk mendoj se ka të bëjë qëllim apo ëndër apo është zgjedhja e gjithsecilit. Çdo kush, domethënë, kjo lloj përgjegjësimi ose që jap një lloj e prerje me thik, më duket gabim domethënë, sepse gjithsecili nga ju aktualisht dha një version të ndryshëm në bazë të eksperiencave të veta personale. Nuk diskutoj. Çdo gjë nis nga vetja, Arman. Pikërisht, prandaj po them, nuk është e thënë të kesh qëllim apo ëndër. Është atje ku ndihesh më rehat. Për aq kohë sa ti ndihesh rehat, për mua jam braj. Domethënë dalim tek fjala që tha Resi, domethënë që përderisa është diçka që e zgjedh vet, çfarë do lloji gjëje që të jetë është e jotja edhe si gabim si sakt është në përgjegjësinë tënde dhe në konsciencën tënde dhe normalisht. Do marrësh një farë kënaqësie se unë jam i bindur domethënë edhe unë kam shumë kushëri të vegjël për shembull që i konsultoj ndonjëherë kështu sepse nga ana e mamit për shembull ne jemi djemt e mëdhenj edhe ata gjithmonë tezet kështu na thonë që shifi, foli, bëj. Edhe normalisht kemi ndryshuar, ka ndryshuar dhe perceptimi, jemi rritur domethënë edhe unë i them që thjesht mos u shtroni presion, lëje se do i gjejnë vet avash thjesht mundoni të inspironi. Unë doja të dëgjoj një çik opinionin e zotit Descartes te kjo pjesa. Të kjo që po diskutojë tash për pjesën e zgjedhjeve, qëllimit apo ëndrës e tjerë.
Po unë besoj, unë e lidhi çik me këtë një lloj respekti për individualitetin që kanë fëmijët ose edhe prindit me njëri tjetrin në këtë lloj marrëdhënie, edhe sa më i respektueshëm e tjetë në raport me këto dëshirë, ose nëse edhe duke në një lloj mënyre të fshehur edhe duke kamufluar një lloj qasje të vetën, por prap duke i respektuar dëshirat e fëmijës vet, për ato ëndër që ka, për profesionin që ka, se ku do të shkojë, se çfarë drejtimi do të marr në jetë. Edhe besoj se shoqëritë më të shëndetshme janë ata që i respektojnë më shumë edhe i vlerësojnë më shumë këto aspirate ose këto ëndra të vetë individit, vetë fëmijës, sesa ato që ja diktojnë ose ja detyrojnë një farë forme që të marrë një lloj qasje të caktuar. Edhe në këtë pikë, domethënë besoj se gjithsesi shoqëria shqiptare ka bërë ca hapa para, duke vendosur një lloj ure komunikimi midis dy palëve, edhe duke mos qenë kështu arbitrar, edhe thjesht duke i diktuar ose duke i dhënë një lloj drejtimi që ata duan, por se është shumë e rëndësishme se nesër pas nesër është vetë individi ai i cili duhet të zgjidh hallet dhe problemet e jetës dhe dilemat e ekzistencës së tij, dhe nuk është se mirë apo keq, për pos dëshirës pozitive dhe qasjes pozitive, nuk është se do jenë prindrit aty për t'i zgjidh ato ose për t'i dhënë ato pikpyetje të mëdha që ka vetë individi, si në familje, si në aspektin personal, po ashtu edhe në aspektin shoqëror. Edhe unë besoj se duhet një lloj mesore art që dal nga dal, i riu, adoleshenti, edhe më pastaj ai individi i ri i shoqërisë, të është ajo që thot Kanti, që ta shikosh si qenie, si individ në vetvete, pra ta shikosh si individ në aspektin fundor, jo si një lloj mjeti apo si një lloj fëmije apo pronësi që ti ke si prind ndonjëherë që për të plotësuar një dëshirë apo aspiratë tënde, përpos kamuflimit që ke nga aspekti pozitiv që do që të jenë mirë edhe të ke një lloj suksesi të caktuar. Edhe besoj se është një lloj tregues, një lloj shoqërie, një lloj shëndeti i shoqërisë, që sa më liri normalisht është shoqëruar me përgjegjësi, po sa më shumë liri i jep individit për të realizuar ëndrat dhe ato aspiratat e veta, besoj se do ishte një shoqëri më e zhvilluar. Sigurisht pastaj përfshin dhe shumë element shoqëror, ekonomik, kapitalizm, ndonjëherë se kapitalisti e kthen edhe alienon i çik individin, duke e kthyer një lloj individi kështu makinerie që shqetësohet vetëm për Marxin plak. Po pra, por nuk është se unë jap të drejt Marxit në këtë pjesë, sepse e kthen dhe një lloj makinerie, një lloj individualiteti shumë të tejskajshëm që është vetëm puna, karriera dhe harrojnë këto aspektet, do thënë një lloj aspekti njerëzor, aspekti social, aspekti emotiv me prindrit, se fundja fundit, në funditës do vdesin gjithë edhe nuk do ngelet vetëm ajo pjesa e vazhdës punës që punove nga 16 orë apo 20 orë dhe u arrite karrierën. Edhe unë mendoj që duhet një lloj balance, edhe për këtë besoj se duhet të ketë edhe pjesa e prindërve që duhet të ketë një lloj më shumë duhet i rrënjos atë farën për të qenë individ në shoqëri, sesa t'ja caktoj atë drejtimin se ku duhet shkojë. Nëse ti ke rrënjosur atë farën për të qenë një individ i suksesshëm dhe një individ i plotësuar së brendshmi, më shumë se sa kështu vetëm si jashtëm me aspektin ekonomik, atëherë besoj se jemi përafruar diku një lloj normaliteti dhe një lloj mesorie të artë për ta drejtuar individin tek një lloj balance të shëndetshme si në raport me familjen e vet, po ashtu edhe me aspektin ekonomik, shoqëror etj. Po, ka një replikë të fundit që të kalojmë pasaj të tjetër. Unë e shoh këtë mesore në art jo nëpërmjet familjes edhe kapitalizmit, po e shoh nëpërmjet individualizmit edhe shoqënisë, nëpërmjet bashkësisë edhe vetvetes. Çdo njeri i cili don me jetu në shoqëri, edhe këtë përfshihet familja, përfshihet kjo hapësirë ku jena ne, përfshihet gjithçka që është jashtë vetvetes,
ai duhet me sakrifiku pjesë nga vetvetja e vet, duhet me sakrifiku dëshirat e veta, se nuk mund të sillesh ti në një shoqëri ashtu si dush ti, nuk mund të bashkëskena, do t'i përshtatesh shoqënisë, do t'i përshtates mjedisit. Edhe duke bërë këtë gjati, po sakrifikon një pjesë nga liria jote. Njeriu më i lirë është ai që është në xhungël, që bën çfarë dojnë vetë. Ne që jetojmë në shoqëni, kena pjesë tona të cilat me detyrimisht do t'i ndrydhim në mënyrë që të funksionojmë në shoqëni. Edhe në mes këtyne e shaf atë mesoren e artë. Unë e besoj se ja vlen me sakrifiku një pjesë të lirisë vetjake për hir të kësaj, për hir të familjes, për hir të shoqërisë etj. Nuk varet sa e madhe është kjo pjesë. Atëherë, si parafolse që u habit zonja Finnegan, për mendimin tem, një sekond ta marroj. Për mendimin tem, kjo mesore, ky balans për mua nuk është në rastin tanë të shkollës do të ishte çmim tepër i madh për mua, do të ishte sakrificë tepër e madhe për lirinë time vetjake. Por gjanat e tjera, pak më të vogla, besoj se ja vlen për të sakrifikuar në mënyrë që të kena këtë rrjet sigurie e cila është shoqëria edhe familja, edhe besoj se... Po si për shembull? Urdhna? Si për shembull, çfarë janë gjanat më të vogla që duhen sakrifikuar? Po diçka më të vogël, po për shembull, nuk e di tash, nuk më vjen në gjën mende, po më ja bë çefin kajherë familjes, pavarësisht se ndoshta ti nuk ke qef, unë e shoh si diçka normale, diçka të vlefshme për t'u bë. Edhe pse ndoshta nuk ke edhe fort në dëshirë me e bë, duhet merresh parasysh edhe detyrat. Rasti jot për mua është i teprum. Atëherë, unë nuk do të sakrifikosha kur lirinë time vetjake për, s'më thonë, krejt drejtimin e jetës time, sepse më thot një prind, atë vendimet e mia. Jo, e ke keq kuptu. Unë kur shkova në universitet, unë kisha dëshirë me bë 100 milion gjona. Okay. Isha mesatarisht e talentume në shumë gjona dhe super e talentume në asnjë gjë. Edhe nuk është se ishte detyrim, ishte sugjerim që edhe vetëra është dakord. Okay. Po që sot e mendoj që më mirë të kisha bërë një gjë që më pëlqente më shumë se sa... Okay, kam kuptuar gabim, pra, më fal. Jo, mu nuk më kanë detyru. Okay. Nuk më kanë detyru, po dëshira e tyre ka qenë që të kisha të njëjtin profesion si ata. Okay, jo, më këtë rast për sa ti kira dakord atëherë këtu për mendimin tim kjo është ala e vlefshme, pavarësisht se ti tash sot mund të kesh ndruar mendje etj, kjo është diçka që i ndodh secilit për nesh. Edhe Mr. Bean ka studiu astrofizikë dhe sot është humorist. Nuk është i ka jeta këto. Po Karl, po edhe unë me fëmijët e mi do bëja të njëjtën gjë që kam bërë fëmijët e resit për shembull, sepse nëse fëmia vjen afër më thotë o babu unë s'di ç'a më bë. E kupton, unë kam dua të bëj shumë gjëra, por nuk e di ç'a drejtim. Jo, dakord. Jo, po edhe unë nga ana tjetër domethënë që edhe unë si prindrit e saj do thoja që bëj këtë. O Bleon, mos e merrni vetëm rastin e Rezit, po merrni në vija të përgjithshme se si duhet të veprojë në të tilla raste. Po këtë është piknisja normal, nuk po i bën analizë të thjeshtë, po thjesht si piknisje, po them që edhe ajo ideja ime, nëse fëmia vërtet do vinë të më thoshte që nuk di ç'a më bë, nëse do i bëja disa pyetje dhe prapë nuk do merrja një përgjigje të saktë, normalisht edhe unë do i thoja diçka që mua më duket e saktë, se mendoj që përgjigjja e dur në ato momente duhet të ishte ma ke kput kokën. Babi jem thotë mua kur bashkë në pyetje kështu, ç'a më bë, kam shku dhe ka të bajnë sy dritë. E ke parasysh? Jo, se kuptova atë të Ermalit, ma ke kput kokën, ç'a kuptimi? Më ke ngja mua pra. E pra, shife, këtu dallon ai volatiliteti, domethënë ajo mishmëria.
larmishmëria mes njerëzve për shembull, se unë tash edhe një çik me fat kam qenë, unë kam ditë shumë shpejt, domethënë, ekstremisht shumë shpejt, çfarë duhet bëj. Varet ku e ke atë vizën, ku e ke atë vizën ti opra, ka kupton. Varet sa je i gatshëm ti me sakrifiku për prindin ose për shoqërinë, a kupton? Shiko, po unë kam bërë një gabim vetëm për këtë, vetëm për hadrin e rebelimit, domethënë unë përpaksa kam bërë një gabim sepse prapë përsëris veten, domethënë që kur kam kapur 3 dek të ndryshme shkollash, domethënë, dhe përpako futa te diçka që nuk e doja, vetëm se mu dukshte në fillim se kjo që po bëj unë tash kisha të implementuar nga familja dhe mu deshin si mesat ta kuptoja që jo, unë vërtet e dua vet atë, nuk e kam nga ata. Kështu që ka lloj gjërash ndryshme. Po unë dua ta sjellim çik debatin tek ajo që nisi Alisa aq parë, domethënë se të themi drejtën, këto janë gjëra që ndodhin, po si në rastin që dëgjuam tash që edhe pas 2 shkolla sa do të humbësh kohë, njeriu që është i dashur nga familja, që familja e do e suporton gjithmonë ka me gjetë veten. Vetëm në raste kur familja nuk suporton, nuk ke ku vete, domethënë, po nëse e ke suportin e tyre pas sado gabime mund të kesh bërë ose jo, as gabime jo, po thjesht rrugë që nuk të kanë pëlqyer, do e gjesh veten në fund. Më duhet të shtoj që edhe kur s'ke pas suportimin e familjes ka pas nga ata që kanë ecë goxha akoma më lart. Po është më e vështirë, po që normal diskutohet. Mendoj se është sfiduese, por që është edhe s'po më vjen ai termi i duhur, domethënë. Shpërblyese, kur ja del, e ke parasysh? Jo shpërblyese. Motivuese. Nxitse. Për disa mund të jetë demotivuese, për ato persona që nuk e gjen mbështetjen, është motivuese kur nuk e gjen mbështetjen. Unë do ta përshkruaj një familje të tillë si jo funksionale, kur i nati drejt prindit të motivon. Po shife se nuk do të stërziatemi shumë, do ta kaloj debatin tek ajo që përmendi Alisa aq parë. Se themi të drejtën e mund të diskutojmë për karrierën të gjithë kohës tash. Edhe do ja bëj pyetjen Xhenis, mendim nga të gjitha gocat një herë pastaj do flasim ne. Pjesa më e vështirë, domethënë, në shoqërinë shqiptare, nga ndikimi i prindërve mbetet edhe sot kësaj dite, të paktën në perceptimin tim, domethënë ndikimi që Alisa përmendi në jetën personale, në seksuale apo të lidhjeve të ndryshme. Edhe nuk e di jam saktë apo jam gabim, po perceptimi im është që për vajzat është një standard më i lartë. Megjithëse neve na kërkojnë shumë gjëra, po që ky është perceptimi im edhe nisim me Xhenis, domethënë që çfarë mendon për këtë, domethënë si duket. Më fal se u shkëput një sekondë dhe se kuptova, the që për femrat është një standard më i lartë? Dëgjohesh me jashtëzakonisht shumë shkëputi tek unë, nuk e di tek të tjerët, po thosha që për të kundrejt femrave tani po. Po thosha që prindërit shqiptarë kanë qef edhe kanë edhe të ngulitur që duhet të ndërhyjnë në jetën personale dhe në zgjedhjet e partnerit e fëmijëve të tyre, ose të paktën të kenë një ndikim, mbase jo ta zgjedhin ata, po të kenë një ndikim. Edhe në perceptimin tim kjo ndodh më shumë tek për gocat, për femrat se sa për meshkujt tash. Nuk e di se si e keni ju perceptimin, prandaj domethënë një herë një xhiro të gjitha gocat mendimin pastaj kaloj. E vërtet është, po mendoj që ndodh sepse në shoqërinë shqiptare mashkullit çdo lloj gjëje që t'i ndodhi bien këmbë, si është ajo shpreha. Ndërkohë që një vajzë ka pak më të vështirë ose ndonjëherë edhe shumë më të vështirë që të rimarri veten pas një marrëdhënie jo të mirë ose pas një divorci kur është me fëmijë, domethënë i vështirësohet jeta në disa aspekte nga një ndarje. Prandaj mendoj që kanë një kujdes më të theksuar ndaj vajzave sesa ndaj djemve në këtë aspekt. Un kam 2 orë pak a shumë që po ju dëgjoj dhe po më pëlqen shumë diskutimi sot. Doja të shtoja diçka për ta lidh me çapo flite më përpara dhe me çapo thonte Andi. Ndërkohë që ju dëgjoja, po mendoja që ndoshta përpara 10 vitesh
ose diçka më shumë, në Shqipëri ishte kjo ideja, sidomos për gocat që mbaronin atë shkollën arsimin e detyrueshëm ose maksimumi gjimnazin, edhe ishte ai nxitimi për t'i gjetë një burr, edhe kishte raste shumë që edhe familja i ndalonte gocat të vazhdonin një shkollë. Sot, me thënë drejtën, vjen mirë që dëgjoj raste si vajza, si djemsh, që familja i ka orientuar drejt arsimit, se unë futem tek ato njerëzit që mendoj që të bësh 1, 2, 3 shkolla nuk është asnjëherë humbje kohe, se mëson në fundit. Edhe do doja shumë që të gjithë njerëzit kishin mundësinë të studionin për çdo lloj gjëje që duan, të bëjnë sa shkolla duan, se në fundit është një gjë e mirë. Mendoj që njeriu rritet kur fillon të dallojë edhe të kuptoj gabimet e prindërve të vet në mënyrën se si e kanë prindëruar atë si fëmijë ose edhe motrat ose vëllezërit. Domethënë, në momentin që ti fillon edhe kupton që prindrit e tu nuk janë ata të pagabueshmit dhe janë njerëzor edhe ata, bëjnë gabime edhe kanë bërë gabime edhe me ty dhe mund të të kenë shkaktuar dhe probleme, duke filluar nga gjërat më të vogla që mund të jenë, si janë gjërat të vogla, po. Nga këto kujdeset e tepruara që të krijojnë probleme me vetbesimin, që nuk je mësuar t'ja dalësh vetëm, etj. Kur filloni dallon këto, rritesh. Pastaj kur arrin një pikë në jetë dhe kupton pse janë sjell ashtu si janë sjell me ty, atëherë është momenti që njeriu maturohet. Edhe mendoj se duhet e gjithë shoqëria shqiptare të bjerë dakord për diçka që nga një brez deri tek tjetri, gjërat mund vetëm të përmirësohen, jo të jenë perfekte. Domethënë unë me maman time kam një marrëdhënie shumë më të mirë se çka pas ajo me maman e vet. Dhe ajo kërkon tek unë gjëra që i kanë munguar në rininë e vet ose dhe në fëmijërinë e vet, dhe më ka dhënë gjërat që kanë ndjerë se i kanë munguar. Pra është një progres nga njëri brez te tjetri. Dhe mendimi im është që detyrimi që ne si brez dhe çdo brez fëmijësh ka kundrejt prindërve të vet, është që të marrë stafetën dhe të përmirësoj çfarë kanë bërë prindrit e vet me të, ta përmirësoj tek fëmijët e vet. Dhe duhet biem në paqe me veten që nuk mund të shkojmë nga 0 tek 100 brenda një brezit vetëm. Do i marrim gjërat hap pas hapi sepse kjo është mënyra më e shëndetshme për tu përmirësuar dhe gjithmonë progresi, domethënë nëse ka progres, është diçka pozitive. Pak rëndësi ka se bëre i shkollë që se deshe që në fillim, apo të lanë të bëje shkollën që doje, pastaj doli që s'ishte ajo që ishte destinuar të ishte jeta jote profesionale. Për sa kohë gjërat përmirësohen nga njëri brez te tjetri, unë e shoh si ndryshim pozitiv. Dhe edhe nga biseda e sotme, mendoj që po ndryshojnë pozitivisht gjërat në shoqërinë shqiptare. Prandaj doja të flisja dhe kaq kisha. Replikë të shkurtër Karl, nëse ke, se du me dhënë fjalën në Alisës edhe Resit pas. Po, jo, desh me thënë që jam dakord, po unë si konservator kam gjithmonë këtë frikën se me këto të mira që po vijnë, me këto ripërshtatje të vlerave, të mos hupim këto vlerat e mira që kena, këto që me të vërtet ka herë ndoshta duken vjetra të arkaike etj, po që na kanë pru deri këtu ku jena edhe janë vlera që na mbajnë kam, si me thonë, si ratë. Pra, ne po bëjmë një bisedë këtu me kaq njerëz sa jemi dhe nuk mendoj që ndonjërit nga ne ti ketë thënë prindi vet që dil nga shtëpia bëj çfarë duash ose të ketë pas ndonjë vajzë dhe ta ketë orientuar drejt, ku ta di unë, karrierës si punonjëse seksi. Më kupton, domethënë vlerat që janë vlera shoqëria shqiptare i ka sepse i ka dhe do i ketë. Se kemi nuk e di, po vlerat ndryshojnë edhe ka herë me progresin nuk vinë gjithmonë gjëra të mira. Edhe thjesht këtë do me thonë, edhe besoj se kjo puna prindve është në ato gjëra që neve shqiptarëve me ta marrë në ato pak gjëra.
për fat keq që me tamam jena me fat edhe me tamam e kena shumë të mirë edhe shumë jena shumë me fat, besoj, për këtë marrëdhënie. Nëse diçka e quan progres, do të thotë që është pozitive dhe për mendimin tim janë dy thënie që kundërshtojnë njëra tjetrën, nëse ti thua me progresin nuk vijnë gjithmonë vetëm gjëra të mira. Nuk e shoh. Ne po flasim specifikisht për familjen dhe për marrëdhëniet prind-fëmijë. Po nuk e shoh krejt ashtu, sepse nuk e shoh krejt ashtu sepse Karli duket se ti e ke një çik atë kuptimin e progresit te progresivizmi. Besoj se ndoshta ka unë. Po jo, Gjenis e ka domethënë alla shqiptarëse që është neto, jo bruto, që pozitive, për parim për mirë, kur është progres, sepse në fakt definicioni i fjalës ashtu Më është. fal Bleon, Karli e ka të saktë, domethënë në për kufizim të paktën Karli e ka të saktë që kur e shef si progresivizëm, që është pastaj pak më tepër se sa ajo që ne përdorim në Shqipëri. Mendoj se duhet i qëndroj pak kontekstit të bisedës dhe konteksti i bisedës është tjetër nga ai që fut Karli si për kufizim të progresivizmi. Prandaj duhet të gatojmë progresin me progresivizmin. Janë dy gjëra ndryshe. Progresivizmi nuk është thjesht një koncept politik. Okej, shqip përparimi. Përparimi i shoqënisë shqiptare duhet të jetë për mendimin tim i matën, sepse kena këtë tendencë, kena këtë prirje për me marrë gjithçka nga perëndimi si të mirë, të shajt, të drejt, edhe ne katonart, ne arkaikt, ne nuk dina ata din. Edhe besoj se nuk e kisha një sekond. Ta marrë fjalën edhe besoj se këtu duhet thjesht kam mendimin tim që duhet të bajmë kujdes me çfarë vlerash adoptojmë. Kaq. Karl, unë do të përmendoja atë që tha Gjenisi, është me që gjete fjalën më shqip se sa ajo. Gjenisi po fliste për përparim, kurse ti e kuptove progresivizëm. E këto janë dy gjëra ndryshme. Okej, tash unë do shpjegoj. Prandaj thash në kontekst. Po se më ndërpret 14 herë. Ta shpjegoj. Mirë, okay. Irma, lëre ta mbaroj, pastaj shpjegonte. Si zonë. Me shqiptar nuk i lën femrat me fol hiç. Po pra ne jemi që progresi. Se edhe Karli thotë që duhet marrim gjëra pozitive dhe të kemi kujdes. Nuk e di pse më thyu ideja që Karli më duhet të shpjegoj shokun tim Karl, pasi juve nuk. Atëherë rikthehet Alisa nga Vlora. Mute jeni të gjithë, vazhdo Xhan, pastaj vazhdon Ermali me his god complex. Jo Ermal mos ja shpjegoj, Karli e shpjegoi edhe vet, po pas Xhenit, okay? Thank you. Okay, e hoqa mute. Po thoja që ishte në kontekstin e bisedës ajo që thash në lidhje me progresin dhe okay, fjala e dur në shqip është ajo që tha Karli, termi dur. Mua më duket se ti Karli i trembesh këtyre, nuk po them zhvillimeve, po i trembesh të panjohurës në thonjza si djallit e mjanit. Nuk ka ndonjë gjë të keqe që shoqëria shqiptare të eci me hapin e kohës, të adaptojë ato vlera që i përshtaten, sepse nuk mund të adaptosh vlera që ty nuk të përshtaten, dhe të bësh përpara, sepse jetojmë tashmë në një botë ku distancat janë shumë të shkurtra, po thuajse inekzistente.